Qa po bëjmë? Are zhvita. Ta mbyllim se na vjen gjobe madhe. Sa fare. Jo. Të vjen gjoba max. Jo, po jo shumë. Nuk me satisfaksionove fare. Erdhi ky moment të rikthehemi pas 3 vjetësh sërish. Dhe tashmë jemi me një mik pranë nesh. Anton Bello mi se mi ka ardhur sot. Dua do kidhja po ju. Dali se sa publiki mbaruar. Nuk kemi shok. Hapjet e emisioneve shumë emision. Janë këto emisione pa e zot. është ai punon kështu bën ashtu, por është dhe shoku jon. Edhe që hapin kështu me ovacione të mëdha me kështu të më sikretosin gjithmonë. Toni, ti si je vetëm një komedian apo jo? Si ka nisur ky pasion? Kush është Toni në jetën e vërtetë? Çdo gjë nisi një natë që po bindesh ti. Është kënaqësi të kemi Antonin të miqtë mi. Faleminderit që na keni shkruar kaq shumë që do rikthehemi, u rikthyem në fund. S'do ikim. Po. Shpresojmë. Kemi të dërguar në terren e studios Jenny Brawley for you, my friends. Përshëndetje Jenny, si je? Mirë, faleminderit. Tashmë Jenny është e martuar, miqtë mi, po Sa të dy në u martuan, një dua nuk idhje po. E ne edhe Jenny bën das Bravo. Bravo. Kemi bë podcastin që Jo, s'kemi bë Kemi Po prandaj s'bën podcast, u martuat ju. që krufe ju. E doni të bëni das ma ju. Po pse ajo foto që kishit ju të dy? Po, këta. Okay. Po. Sa thashë u martuat ju? Unë dhe Besi. Jo. Si jemi aq më Në fat. fakt. Ne parë familje. Dashuria tragjike ditërime. Të bëhet film. Hani që si ndihesh je a new bride. I grua e martuar. Tani ti je një gru, si një gocë. Po i thashë ne tani që u martuam do pres rrok të shkurtra, do shnoshem me do bëjmë grup. Ndjen Rruga tipike. e ndjen më të lehtë të bësh bamje? Ua, sot kam bërë specat mush. Është futet. Ndikon. Prandaj duhet të martohemi edhe ne olla se të futesh në atë rol. Para martesës nuk dihet gatuaj fare. Jo, Unë të bëj spesa më. Po jo, ka Enea miku jon që Enea është super kuzhinier. Dhe Enea ka bërë bamje, me qira llafe. ke bë bamje plak? Po. Ti Enea plotson gjitha kështu tiket për të qenë një Nuse. burr perfekt bashort, si i thon. Gatuan. Po Enea është fantastik në gatim, ë? Po I mirë, kam provu. Shiko se edhe unë gatuaj mirë, domethënë janë dalin të mira, ato thjesht nuk e bëj me dëshirë. Më kupton, nuk e shijoj atë procesin, kurse Enea e shijon edhe kështu ti edhe. Është si ratatouille, kupton ti edhe çik kështu. Ingredienti sekret, rejtja. Po ti je I martuar, do më ditë gatuash. Unë di të ha. E di sa ha bëja. Ushqim. Po dhe ne ham shumë. Edhe vjen shumë minat se bëjmë gjithatë. Unë bëj stërvitje të paktën. Jo se bëjnë ai çmenduri, bëj vetë rregullisht vëlla, nuk bëj. Ne ndë një çere kore këtu për të rregulluar planin se s'na merrte të dy, thotë bëj stërvitje. Bëj stërvitje. Kam 4 vjet tash. Zbret shkallët. E vërtet, ne bëjmë nga çështë video, po është zero. E çojmë çdo gjë dëm, se po të tha edhe çfarë, e çojmë çdo gjë dëm, se dalim me njëri tjetrin, pimë, bëjmë. Po. Është duhet të ndrojmë lifestyle, beso. Një moment duhet të bëjmë çik më. Duhet të ndiqni këto influencerat në. Po. Ta vesh silenda telefonin. Po. Të marrë kështu Ozempiqe gjëra se. E ke menduar ndonjë ti? Për zotin, unë e kam menduar, po s'kam lek ta bëj. Sa ke shëndër? Është e shtrenjtë. Jo, si do bësh Ozempiko. Pse jo? Ta shih pak se më thot regjia. Këtu është ne? Këtu jam? Po. Okej. Pse mo Toni, Ashtë po jam më pa interesuar në botë. Këtu jam. Ore pse është trend Ozempiku vërtet? Kur e bën Rick Rossi, unë nuk Më fal për ignorancën, çfarë është Ozempiku? Ozempik. Jo, aty. Po ne pa kemi folur disa herë. Është një ilaç. Çfarë është besoj se ti e di më mirë? Është për diabetikët. Po, e di. Kjo për diabetikët. Po bëjnë nga për të dobësuar këta që po ne 4 vjet I bëj stërvitje. Po ne mendoj nuk është se na mbam mbrapa Ozempik. Jo dobësimi, beso. Thjesht na mbam mbrapa bira, jeta. Bira. Domethënë qef bërja. Qef bërja. Po valla.
Është shumë Shiko, ne fjalë. zgjedhim të bëjmë qef, më kupton çdo fundjavë, të Po. festojmë një javë të fortë pune, edhe pim si budallëj. Po këtë ja thua vetes që ma se mua nuk më shkon të jemi dobët. E por tash unë se edhe më mua ma thonë të tjerët o blak. Po. Sigur më kanë natë po u dobësova. Të shko. Sikur më ka lezet Se rri me të kolesterol Ja, të lartë, mos e vrit mendjen. Ja, se të shkon të gjithë i shkon. Dis më përpara, po ama të shkon, ka lezet. Gjithë. Sigur s'duan të dobësohemi o blak. Unë dua të dobësohem vetëm që ta hiq bluzën me qef në plazh, atë dua të bëj një herë, pastaj le të vdes pi. Ja, do të bësh atë që. Po ti bën stërvitje? Kam Je marrë më kam parë. filluar palestrën. Ke filluar vërtet? Kam 2 muaj që kam, edhe nuk i kam thënë asnjë njeriu. Po, Ja tha gjithë publikut. Tani e thash këtu për herë të parë, e kupton? Ekskluzive. Ekskluziv. Prekte, ne. Ja e lajti. Nuk duket, po kam 2 muaj që kam filluar palestrën. Ça ke qef të bësh? Ça crossfit, pesha, fes, Jo, pesha. pesha. Se jam i rënd vetë edhe crossfitin se bëj dot, më duket shumë është pak gay Është crossfiti, po edhe shumë e vështirë, kupton se shtriu çou, I vështirësh. Ti ishte shtriu çou tërkohës, bëja seks tërkohën. Po edhe seksi gay është goxha i vështirë. Kusha? Seksi gay. Çfarë? Drejt. I vështirë është, po i vështirë është. Pse është i vështirë? E ke provuar ndonjëherë? Jo ma andi e ka shumë thjesht. Po jo, po pse e krahasove këtë me këtë, se kuptoj. Kam e ka. Ora, crossfiti tash i vështirë. Po pra. Edhe seksi gay është i Edhe vështirë. seksi vaj. gay është i vështirë. Po është i gay tha për crossfitin. Pa e më se është gay crossfit. Po jo se bëjmë shaka. Është A ti tash po është shiko, jo unë s'do e bëja, edhe unë s'kam qef, s'kam bërë asnjëherë, po që është pak është okay, është i fortë. Ke ndërton shumë trup karakter të Po mirë. atë seksi gay kështu është i vështirë, po është e mirë ama. Se kot sa bëjnë kështu. Ndërton shumë karakter të mirë vaj. Një muaj crossfit, hop deputet. Jam shumë karakter. Po pse tani vërtet ju më thoni që po të kishit lek do merreshit me Ozempike me gjëra, ja se nuk do e bëni do. Jo, Jo, se një- unë do ta një- bëj. Ja pra as Është një çare vogël. nuk do e bësh valla, nuk do e bësh. Heq dhjamin komplet ajo. Po që do e edhe- kishe bërë. Jo, s'kam lek që nuk e Po, bëj. je pa. Është e thjeshtë, pra. Po pse Shumë e mos thjeshtë. sa është? Operacioni për të hequr Po- dhjamin. Jo, ajo mo Ozempiku është Ah, ilaço. Unë e di se është të paktën diku te $200 një shot. Ozempik $200. Po, Se di se kam. Po, 5 shoca? Unë nuk e bëj. $1. Po sa shoca duan që të dobësosh? Se Po, di, 10. Nuk e di, diku te më duket se është diku te 3-4 në muaj. 3-4 në muaj që ka i gjatë kjo se jo mor plak leja E ty. Pra, gjatë, është- ja është 3 si- muaj, 4 muaj. do të zgjat. Gëzuar vlla. Është si punë e steroideve që bën steroide, fryesh, pastaj kur i lë steroidet nuk të fryhet. Po. Edhe Ozempiku tani ilaç për diabetin ti e përdor për të dobësuar. Po unë dëgjova që lexova që Zova, ëh. që përveç djamit tani kanë filluar i shkrin dhe Kockat. kockat njerëzve është. Si Po, kockat do po. i bën më të dobët. Ë, Osteoporoz, Osteoporoz. Çfarë thashun? osteoporoz. Poroz, po. Okej. Është shumë e keqe. Po, Gruas si- dajës tim ju thye këmba tunit. Po, Edhe s'bën Ozempik, imagjino s'bën Ozempik. nga osteoporoza, po. A bëni military calisthenics? Po pra. Po janë shumë të çmendur ato e ne. Ato janë me pesh trupi jo. Po ça, Po plak. pompa. Unë e bas. Jo, po është Asina ne nuk e kurtek. As si os Qa, fashë. Që të bëheni të fort, mos të dukeni të fort. Po jo shiko. Po pra sa. Njeriu më i fortë në Duke u rritur në Shqipëri, ne jemi rritur për të dukur të pasur, jo për të bërë të pasur, kështu që më mirë të dukemi të fortë se sa të bë. Po jap shembull të keq o plak. jo mirë the, ishte shumë e bukur ajo, pse? Tamam, jemi njerëz që bëjmë shumë sikur duam Si, të jemi të Ja, pasur. ne kemi si Kemi shoqëri. një halle. Edhe bëjmë që sikur jemi të çak më jep dorë, më pëlqen shumë. Çunat janë në dërmime. Është shumë e bukur. Janë në dërmime borxhe. Valla, si e bëjmë vërtet sa njerëz atë Nuk e di, jetën, o plak. nuk e di. o plak. Do e Se vën kuptoj. vën nisen është e di o plak, është me kuptim plot të plot. Di unë s'po më vjen fjala që ti nisesh nga Tirana, e di që ke ka shumë pagesa për të bërë, po tha po 150 euro shezlloni vaj ka. Ja shkoj. Shikon nga një ani kanë me vezili këta njerëzit kështu atë. Nuk e vrasin Kanë për të më. me e shijojnë vërtet atë gjën. Ja, më çfarë shijojnë në bu. Po tash pse sa e bëjnë e shijojnë ose nuk e bëjnë për të vuajtur. Po ne ikëm në Berlino, po pse do ishim ne të kishim aq halle. S'do kaloni mirë.
Tallësh ti ke pi 57 bira, ke marrë salçiçen në ujë. Pa me kredi ka bërë ato apo jo Disa besi? sollën aty më. Jo, anë çfarë ndodhi? Jo, mise nuk është se e bëre. Jo, po foli, tregoj gjithë eksperiencën. Edhe me pronarin e Airbnb-s. Po mirë se do dalim edhe te pronari, po dalim që na sollën salçiçe në ujë. Ne salçiçe donim, Po ujin se po doni. jo në ujë. E sollën edhe kështu të mbuluar me nga ato kapaqet që ja hapin kështu që. Tada. Po edhe ishin salçiçe në ujë. Çiki ngrohtë ai ujë kaq. Ujë ngrohtë më plak, çaj me salçiçe, çaj Ishte ishte në menu kjo gjë. I thatë salçiçe kamomili apo si? Jo, var vrat vurstre. Ato gjëra. Vurstre lodha, çfarë është kjo? Vyrstel. Po takuam atë pronarin, takuam. Domethënë erdhi ai pronari Për të marrë Airbnb-s ku ishim. Ai ishte tipik gjerman kështu pleksi. Domethënë kishte ca sy blu që të hipnotizonte. Po, ishte shumë mashkull i bukur. Po. Burr kështu të 6 jetat, bukurosh. Nuk e di pse po e imagjinoja. Me syt më blu që ke parë në herë oqean syt. Ajo bluja gjermane. Si ky mikrofoni im. Ua, edhe mikrofoni. Edhe kam përshtypjen që kjo ka qenë edhe forca e atij Hitlerit që i shikon njerëzit me ai syt blu i ka patur. Ka patur atë blun gjerman edhe ai që ore ky ne sa e pam na ngelën syt. Po dhe ai tip Airbnb-sh kishte Hitleri. Me ashtu si vetëm se nuk pranon të tuaj. Banë në YouTube po tani. Vazhdo storyen ti. Po kjo ishte që takuam Hitlerin e shiko se hot dogët zakonisht në ujë rrin, në ujë të ngrohtë. Në ujë? ato rin kështu për të mbajtur të Nuk ngrohtë. shërben me ujë të ngrohtë, po që rrin ujë të ngrohtë. Këti mretit, se ky na i sugjeroi këtë Ky restorant. nishi, okay. Pesa se rasoni ishte shumë i mirë restoranti ishte. Këti i thashun këti, o vllai thashun, ku mund ta ham një Gjerman në restoranti? Thashun diçka tradicionale, not japanese, se aty të zona ku ishim ne. Kishte shumë japonez. Kishte shumë japoneze, shumë vietnameze, shumë kineze, shumë kebaba, edhe ne donim në një gjë. Edhe ta gëzduam kështu indiane japoneze kështu. Ai vlla, Ai tha, "Ho, racist unë." jo më thjesht, ai vlla u çmend fare. Ai po e mbante dorën kështu. Listen, it's down there. Filloi kështu si. Në të folmi gjerman e plak, vajte, restoranti quhej Maximilian. Po, shumë Shumë gjerman. Ishte shumë i mirë. Restorant gjerman kërkuam. Maximilian Wolfgang. Po. Super bira, këta morën. Unë mora ushimace. Po ndihesh aventurier? Ua, unë se qa mora një budallik, olla, si ushimace, si një whiskas shumë, me një vezë. Ja, kështu edhe kishim vetë një vezë sipër që të dukej sikur. Ka vezë sipër. A veza sipër, çdo gjë me vezë sipër quhet Benedikt. Po, Kam ashtu. përshtypjen. Po. Nuk shkoj vetëm me buka si isha me Whiskas Benedikt. Edhe ishte KitKat. Edhe ishte 32 euro. Po, ishte Gjermania kishte shtë. Jemi të dashurën në shtëpi, ndihesh gay, i vë një vezë tek urrisi Benedikt. Po, ama ne shkom në një koncert. Po, çfarë pat atje? Po. Ne pam mbyllën e dregjit aty, kem pa shumë banda valla. Ajo ishin 40 banda, vetëm 2 ishin të sakta. Po kishte pak disbalancë kualiteti, domethënë kishte banda shumë të mira, po pak, edhe kishte edhe gjysma që ishin mediokre, që vërteta. Po njerëz full? Po full. 3000 veta ishte ajo main eventi. 3000 veta. Po 3000 veta plot ishte. Ti çfarë muzikë dëgjon? Limanin. Po më të dëgjojmë të gjithë. Ai ishi nga ne. Nuk e di pse më kështu. Jo, shiko, është ajo shpreha, unë dëgjoj çdo këngë përveç atyre që s'më pëlqejnë. Se kam dëgjuar dhe rock, kam dëgjuar dhe Po më një të preferuar Po tip hip hopin dukesh, tip Mobb Deep, tip 90s hip hop, je kështu e. Hip hop 90s, R&B, po, reggae, tek tuk. Në live ndjek, ke ndonjë që e ndjek edhe që i shkon edhe në live në koncert apo. Ku këtu? Jo, jashtë? Jashtë kam qenë i vetmi koncert, ta quajmë thosë kam parë Bill Burr live. Po, super evento. Në Athinë, na morën dhe telefonat kurva, nuk i bëm dot. S'donin të filmosh. I fusin në një gjë atje, edhe i mbanin gjithë jashtë, edhe. Ja, unë se pas do të shkova dot. Ishte spektakolare, ka bërë te ajo Panteoni
i Odises, diçka e tillë. Po ishte I pari që e bënte aty. Mos është një që është si me mure të rënuara? Ai. Qa flet më Ai aty e ka bërë. E kam bërë dhe Septic Flash Live. Po si se ka regjistruar ajo. Duhet ta ketë regjistruar. Unë me sa di unë u regjistrua, po rrezik nuk ka hedhur online atë version. Po ishte shumë kështu, vllai ishte jam shumë I nderuar që po e bëj këtu. Po se për ule aty është 7000 veta mbante. Ishte full. Full. Po si doli Bill Burr? Spektakolar. Ishte Bill Burr, ishte një Nate Craig diçka e tillë, se si e kishte emrin. Edhe ai ishte nice. Ishte edhe një gocë në fillim, ajo ishte, femër që bën humor s'ka, po. Po se ajo Nick Iglesias është shumë mirë. Mo jo sa bisha. Është shumë mirë, ka bërë një rosto vetëm. Një rost. Jo. Si ai ka bërë stand-upin e ka grop. Sa e ka keq? Kush një fan? Nick Iglesias, Sarah Silverman edhe Whitney Cummings. Jo mo ka sa apo është dobët. Si dobët. Edhe mi shumeri që ja. Që mori atë pjetën. Jo mo ka sa gra që bëjnë goxha stand-up të mirë, po nuk më vjen emra tash. Po ka vërtet ka ca gjerman që janë racist, po. Do të nxjerrim këtu. I nxjerrë ne ata tashmë. Si bie këtu. E ne na nxjerr të gratë komedianë. Po le të flasim kalojmë pak në koncerti. Ishim në Berlin, Mistana dhe kaluam shumë mirë, pim shumë mirë. E kaluam atë tash. E kaluam, po jo, doja të bëja një përmbledhje për qytetin sa na ka shijuar ai transporti publik olla, Beso. Jemi kënaq keq fare aty te autobusave. Normal. Në metro. Metro të lutem shumë. Të kalosh nga Tirana e re në Berlin. Diferencë. U kënaqëm shumë në metro. Qa bën në metro? Nëse. O ton si duket situata e komedisë olla, se ti je dhe s'te ke vjetër, ke goxha vite që bën komedi. Sa vetëm 4 vjet, 5 vjet, diçka e tillë. 5 vjet ke. Skam. Ky kujton 30 vjet. Si duket kjo situata? Edhe është nice si po ndryshon. Është nice si nuk është gjithmonë e njëjta komedi, e kupton? Jo, hajde imitojmë Edi Ramën, hajde imitojmë këtë, imitojmë atë dhe hajde u bë humori. Janë çunat, janë dhe vetë që me stand-up e kam përshtypjen po ndryshon çika ajo ideja e çfarë është humori. Po. Se më para të bëj një shaka për, ku diun, për pedofili, për fe, për budalliqe të kryqëzonin. S'ka shanse. Shumë keq ka qenë. Tani ka ndryshuar shumë. Tani pëlqejnë njerëz, edhe pëlqejnë këtë ekstremen, pak ekstreme. Këtë shakan pak ta humorizia. Kalon limitin, e të bën çik më të mendosh pak më shumë për atë, po që se duhet, të paktën si e mendoj unë, humor bën me çdo gjë. Po, edhe unë aty mendoj. E kupton se është do kaloj kështu serioz fare tani këtu duhet ajo muzika klasike që thani është jetë kaq e vështirë, sidomos tu në Shqipëri, e kupton që çdo lloj gjë e keqe të ndodhi, po nuk e morë me humor të zhyti vëlla. Të zhyti edhe të mbajti aty poshtë. Po, ne këtë ide kemi për humorin, që to gjërat e vështira dhe të rënda ti kalosh me humor. Po. Kurse këta të tjerë që ofendojnë apo që marrin kështu sikur ne po tallemi me atë gjën dhe duam ta bëjmë më keq akoma. Edhe më keq akoma këta që, këta që ofendohen, janë tipik ata që, ore, çaj ke këtë, pastaj mbyll kompjuterin dhe rre gruan, dhe do ma ngjitur, e kupton? Po, është moralistët e mëdhenj. Është pak frustrim. Apo jo më ne, është pak frustrim i njerëzve që merren shumë me këtë kritikën online, me këto. Mua shumë duket olla, se unë për shembull shoh në një gjë që s'më pëlqen, po scroll blaget. Nuk më bëhet të komentoj tani, dole ti. Allah djal, u bëre ti mor legend, më vdek familja. Në këto, më komentonte njëri te podcasti që bëra me ata çunat e Gjirokastra. I përshëndesim çunat. Përshëndetim Experience Gjirokastra. Uçi. Më komenton njëri aty, jep mend ky pa shkollë, pa punë, pa kështu. Tash vallai, po një fëmijë. Si është halli, e kupton? Ndërkohë unë
me shkollë, me master, me kështu del njëri thot ti vazhdo më. Ti s'di jo blaq. Po, valla, shumë është edhe mendoj që ca njerëz e shijojnë shumë. Ama ne, si ka njerëzit që rage në për komente që mendoj që këta i duket sikur kanë një lloj pushteti të vogël ndor për të ndryshuar diçka, sikur kanë një ndikim, sikur bëri atë komentin dhe ndjen një lloj pushteti që dikush tani do e lexoj ai, do reflektoj ose do ndryshoj diçka në shoqëri. Dhe kjo gjëja tjetër që njerëzit e kanë në përgjithësi që mendojnë se mendimi i tyre duhet dëgjuar. Po. E kupton? Jo, plak. E vërtet. As mendimi im nuk duhet dëgjuar. E kupton, thjesht ka ca njerëz që ju pëlqen kjo që them unë, edhe okay, e kupton, po unë nuk e marr të mirë që kjo që them unë duhet ta dëgjosh. Po. Duhet ta dëgjosh. Kurse këta thon, valla, e kam për ta thënë. Do ta dëgjoj dikush se s'bën. Do marr 3 like. Ja, mirë. Ora kur kanë në YouTube kanë dislike këto Beethoven i Mozartit dhe në YouTube ka dislike një fëmijë me kancer që thotë dëshira ime e fundit gjithmonë. Çfarë ka dëshirë kari? Ato video vlla vriten fare në internet vlla, se çka po bëjnë ndonjëherë shumë funny ato comment section i aty vlla. Ka shiko, un kam qef vetëm comment sectionin smart. Kur shoh në një video që ka një... Po jo mo. Po ja për shumë... Unë bëjmë gjatë zgjuara. Jo mo. Këtë përgjigje shumë IQ. S'po kuptove. Edhe te podcasti don kemi janë ca mega komente më blek, shumë smart, shumë janë person, shiko, kur ke një show, kur ke një podcast, kur ke një Super Mario, comedy, stand up show, kur ke diçka që e ndan me publikun, edhe publiku është pjesë e eksperiencës. Sepse ata për shembull me mënyrën si reagojnë, po, janë dhe ata pjesë e podcastit, njerëzit që na shohin ne për shembull. Që ne na shkruajnë, ne merremi. Është zëre se crowd worku që bën. Po, është po aq e rëndësishme në Po ata të japin platformën për të bërë këtë. E vërtet. Ora si s'bëhet të crowd worku me vërtet. Fare, po jo më pse atë ditë. Jo, ti bën mega crowd. Jo, bën. Kemi bërë një herë shfaqje bashk natën e sekreteve, mban mend? Tek corneri. Ma ka dalë super. Nata e sekreteve ka qenë më e këndshme se i shkruanin crowdworku në vetvete, po. Se i shkruanin njerëzit nga një histori dhe ti ndërtoje gjëra mbi atë, kurse crowdworku këtë sa do që ti pyes çfarë punë bën si e kemi. Se un kam turp nga njerëzit. Po jo, ke turp nga njerëzit, po ti. Antoni e bën mirë për shembull, flet me njerëzit shumë. Antoni kam pasur shumë video. Se kam ardhur aty tek ajo, po jo shpesh them drejtën te Comedy Corner. Vetëm e di se qenë 2 herë. Po jo, pak herë kam qenë. Vetëm se ka qenë vend i vogël pak o plak, është pak asfiksues për. Po jo, atë prandaj kishte të mirë atë punën. Nga ishte vend i vogël, ai kishte njerëzit afër edhe. Po, ishte pak komunikoj në periudhë, është. Po, si ndjeri më djema që jeni pjesë e kësaj lëvizje të madhe? Se është lëvizje e madhe tani, nuk është më e vogël. Domethënë kur arrin bëhen projekte. Nuk e shikoj dot besën në vrasë besën gjitha këto pyetje serioze. Jo. Po jo mos e nga që jeni të dy pjesë dhe keni qenë prej vitesh që merreni me këtë. Se ore, shiko si është puna. Ja unë merrem me muzikë për shkakun. Kur të vi një ditë për shkakun që do dalë një band shqiptare ose edhe një band që jam unë, që do flasim për live-in çik më vonë. Një band që jam unë, të dalun tani para 500 vetave plak. Po arritje shumë e madhe shumë. Jo vetëm për mua, por gjithë njerëzit që kanë luajtur muzikë, që kanë qenë pjesë e komunitetit. E di kush ka qenë forta unë në fillim kur bëja shfaqje, që kanë qenë fillimet fare, ka pas raste për shembull që kisha shfaqje ishin 7 veta. Edhe unë me mendjen jo, s'bën shfaqje për 7 veta. E kupton se më duhej vetja mua shumë. Merrte Arlinda që më thoshte Kari, kanë ardhur për ty këto. 7 5 do ta bësh. Po e vërtetë është. Edhe për live kështu kemi thënë gjithmonë që sa ti jeni do të respektosh ata që janë. Kanë ardhur për ty edhe që aty kanë ndryshuar, kanë bërë shfaqje edhe me 10 veta. Po shumë mirë, shumë mirë. Po është praktik. Edhe shumë mirë më vështirë të bësh të qeshësh 7 veta se sa 25. Po është siklet kur janë pak. Shumë. Po që është gjë, për mua është gjë bukur, nuk e di si ndihet ky, po ky s'ka ndjenja, plak, ky është vetëm i rrotë si ndjenja, po nuk i shpreh. Po për mua është shumë gjë e bukur se je tip nuk po e quaj pionier, po je njerëzit të njohin për atë gjë, kupton, dhe je unë akoma për mua është surreale, më ndalojnë njerëzit në rrugë, plak, je i madh, shikoj ato video kam pas shfaqjet, je edhe mua e kupton. Po mirë se ke ndjekësit e tu, pse ke njerëz që akoma më duket si ore ti për dikë
Ti je Je antistres valla. Po, jo, je Nuk e vërtet. ke sa mesazhe më kanë Je shkruar vërtet. që plak. Ore, vi nga puna, jam i stresuar, ha profilin e filloj qeshe, Po, kupton? valla. Sa për mua jo, ore se të gjithë kemi kaluar momente kështu të rënda në jetë të down, e kemi qenë pa qefe. Dhe kur ke një rob që të kanë det aty, edhe qoftë online. Online. Edhe mua kur ma shkruan valla më bëhet shumë qefi. Dua ti them si e ke emrin? Më thuaj si e ke. Maço me audio. Emër mbi emër. Edhe më çon një foto. Ore, që keni të ndyrë fare. Më çon një foto si reagon kur shikon mua. Ej, kemi dy të martuar. Ej. E më dhe mua më shkruajnë me thonë fshije këtë videon. Para Po relaksone. shikoj se edhe në Berlin provokohet ti, edhe një foto provokuese valla. E po miro, tash të shkosh në Gjermani dhe Edhe mos të bësh e po- atë është Jo. Ej. Shije, ata kanë shoqër dynjan edhe Ore po shon. bëra një shenjë unë edhe. O Nigje, na thuaj 3 lajme të reja që kanë ndodhur nga bota tani. Shaka. Se mu fshi, mu bë kalova zen, kështu mu fshi truri fare. Jo, shaka thjesht. Në përbot. Ore që në çka ka ndodhur në Jo, do përbot? flasim për një gjë shumë të bukur që ka ndodhur në Shqipëri, beso pas. Lem botën, ok. ë? Ore më tronditi kjo java, Pse? se pash 2 vjedhje në televizion, edhe u habita për malli që u vodhë valla. Njëra në Ah. Kamës dhe njëra në Pogradec. Po. Po shiko, fillon me Pogradecin një. Miqtë mi në lajme i ke marrë vesh të gjeni? Po. Po. O plak, u vodh bulmetore. Gjizë djathë. Ore po bën sens ta vjedhë që të djathin ka shkavall. Po, Nuk e përballojmë po dot mi më më. ku do të çosh do e shesësh në treg zi. Do e hajmë. E shet do ajo më po të tani. del rrugëve kështu me palto të mëdha. Apo do ka çka vao. O o djema, po shumë mund të rrezikosh 7 vjet burg për 3 kg kaçkavallo tani, 70 jo. Ora ai mbas se ka shkuar për të vjedhur lekët, aty s'ka pas lekë dhe ka thënë po varja e bëra që e bëra këtë të Në paktën. bulmetore. Po pse më bulmetoria nuk shet, Po s'ka lek. vjedh një supermarket apo ti je kriminal? Me po Një ku bank, një puna exchange. që ku do ta mbajnë ose duhet të kesh Pa, aty frigorifer. s'ka security. Dale bank. Pse? Po çiku bank. Bankën e vjedh shumë kollaj më ples. Baba. Baba. Po ky. Talleni ju. Ata ishin 6-8 spanjollë dhe se vëllën dot, jo. Ta them unë planin perfekt tani, po duhet ta fik të podcast vlla. Shtallesh ti mo. Pa hanje. Në Shqipëri të bësh haste në banka, është gjë më e thjeshtë bot. Mirë se erdhe në 8 tokun e Andit. Ne në Shqipëri nuk e kemi atë si vest, sepse jemi përqendruar në krime të tjera. Se vetë shuhet. Kemi përqendruar te bulmetore. Jemi të përqendruar në krime të tjera. Jo mo, Shqipëria ka krime shumë të larta, valla, krime, korrupsion masiv. A mirë, Nuk okay. ka kështu gjëra të rëndomta. Vjedhje bankash. Jo, vjedhja e bankës nuk është e rëndom. Po. Edhe nga këta vjedhësit profesionistë bëhet shumë rrallë. Një pse dy është herë vështirë? në jetë, sepse dënimi është dhe shumë i madh se do Po, ti- bësh me armë etj etj. Seriozisht po ti që është Kurse të vjedhësh pa armë, me teknika të tjera vjedhje, dënimi është shumë herë më i ulët. Po. Lëviz me 20 Po vjet. ti një bank mund ta vjedhësh me një fik mo. Si mund të vjedhësh parë? Ora si e vjet marrësh këtë bank pa- vjedhje? Fika quhet armë. Po pra po. Ku do ta Në rast se Jo. nuk e di. Ore, shiko. Ore ma ndërtojnë çik vjedhjen e një banke. Ta ndërtoj xhik. Me thik. Është e shtun. Ju lutem policia shteti mos i marrë parasysh atë që them që Kto është janë- thjesht në skenarin Se pa bëjmë me sikur. Hipotetike. Po. hipotetike. E para e punës. Se jam Vaj e ka fisatuar në këtë formati jote. plak. Ha. Bankat kanë shumë pak siguri në Shqipëri. Ore na e bëj hapa Se sapi. ti kur hyn aty zakonisht është një burr. Që nuk i punohet fare aty do plan. Bravo. Për ku jetë, arka apo Vlla, ma jep dorën se këtu do dilja. Ai njeriu ka një pajisje që të marr ty nëse ke një gjë metalike. të mat. Ku s'ka. Pa, Shumica atje, e bankave se atë kanë kontrollon parë. Se kam llojin fare. Maksimumi Iku. të thot hiqi syzet e diellit. Dakor, është një Respekt roje sigurie institucionit. që është i trajnuar që çdo moment Të jetë në gryk. të hidhet në për çdo gjë. Është Po. ky. Tani, unë me çka kam vëre, këta të gjithë janë të paprgatitur dhe Po. Që janë nga 60 në vjeç. formë shumë të keqe fizike. Nëse futet dikush në kulmin e hallit të vet plak. Edhe ai roja një ditë është i lodhur dhe nuk e bën punën e tij fiks,
ai mund të futet me pistolet aty dhe merr peng dikën në banka. Ore, po nuk është problemi. Kaq, mbaroj më. Shiko, nuk është problemi te hyrja, problemi është te dalja. Nuk del dot. Do i marr, do bësh Sepse pengane pra. do shtypet butoni direkt dhe policia vjen për 30 sekonda. Po pra, do vi. Si do dalësh ti Do- qoftë? Po, Por sa një po ta pikë thash, do bësh banke pengane. nuk është se ka më shumë xhiro se një dyqan luksoz për shembull. Si një bulmetor. Se në fund të ditës ato lekët hikin, nuk është se rrin aty Qarkullojnë. te pika gjatë gjithë kohës. Të do me thënë ti thua më mirë të vjedhësh atë fugonin që transporton lekët. Teknikisht po, kur bën vjedhje me armë, rrezikon burgim të përjetshëm, se dhe mund të vrasësh një Po, je. person një gjë. Kur vjedh një vil, për shembull, që ti futesh dhe pa armë, që mos të rrezikosh, domethënë këtë burgun, mund të hash 5 vjet burg, edhe e bën më shpesh si gjë. E ke punë të vazhdueshme, kurse këtë ose do bësh një vjedhje të madhe si ajo e Rinasit, edhe e bën një herë, një, 2 maksimumi. Nuk bëhet kështu, ata që vjedhin banka nuk është se vjedhin banka gjatë gjithë kohës. Sa u vota aty në Rinas? 1 Po milion? le, 1 milion. 1 milion dollar. Se di, nuk e di. Po këta që vodhin gjizën ku e mbajnë o plek? Po Se do të Kanë shëllir vetë ata. shëllirën e kanë vjedhur në një dyqan tjetër. Kanë dyqan tjetër. Është me hapa. janë me shëllirën e tyre, valla. Ndërkohë në Elbasan, miqtë e mi, në qytetin tim të dashur, u vodh një benzinet dhe ju morën paketat më plak. Paketat më plak, si merr paketat. Jo, më bën më shumë sens se Po, bulmetori. ja, kur të shkon mendja për cigare, Do vjen të gjithë çaj nuk do marketin. të. Sidomos kur të Leksa, thonë, domethënë ti pije dhe të gjithë çunat thon, po më jep një cigare, se blejnë. Po ti vjedh i kam një. Cigare. Cigaret. Cila është arsyeja? Bes. Po të çaj nuk do Që po të. ndodhi këto. Çfarë s'do të kesh? Çfarë mund Po si e shikon këtë situatë? Si mund të vjedhësh bulmetore dhe djathore, valla? O ma dhe Edhe benzinet. Djathore. Djathore. What the fuck? O ma dhe i këtë marrë cigare, do blesh? Mbase. Po që 20 do minuta më vonë. po që do kemi cigare. Ma kemi shumë cigare. I merr ky Artani këto cigare të magazina. Haja. Po tash E kupton, nga gjitha këto vetëm ajo në Kamës bënte sens. Në Kamës çfarë ishte? Ishte kështu, Argjendari. argjendari. Ajo po, ajo bën Mirë, sens. gjenderia është Argjendari. tradicionale. Po pas Është tipike. pas një video nga kjo e argjendarisë që njëri nga idutët ishte lajmi bashkë me video që shikoni momenti që Sharak, njëri nga idutët bie. E kështë shkara, ai kështë rënë edhe ishte ngritur. Dhe këta moment që Sharak, Ai me armë ndërkohë. moment që Sharak. Momenti që Sharaki i burrit me AK-47. Çak, shiko, Lajmet lajme plak portalet vlla vërtet. Po shiko, edhe e bëjmë punën ashtu, se krijojmë trafik, ata Po. trafiku shen. Mo më me Po, kur mirë, nxjerr lajmet në Po, Instagram. besi e ka besuar fort. Më stresojnë keq. Ne të diversantët e kishim shumë të bukur këtë pjesën që merreshim shumë me aktualitetin, Po. me lajme dhe me gjërat dhe o plak mendoj se ka qenë një nga rubrikat më të bukura që kishim. Kusha? Të diversantët që merreshim me aktualitetin dhe me lajme me gjërat, Po. me Po, këto mirë. lajmet e çmendura shumë. Edhe unë aty te radio mundova ta bëja që nxirja ato lajmet dhe pastaj bëja koment sipër. Shumë e bukur është ajo si Si lloj, rubrik, po. si Po. komedi, si Po, podcast, si çata Mund- si show. mund të ironizosh çfarë duash apo. Se ka lajme shumë idiote që Po. dalin. Këtu është edhe problemi që këto lajmet që janë vetë shumë për të qeshur, s'ka çfarë u thua, se janë vetë A thjesht i poston. Po kush është lajmi më i çmendur që keni lexuar ndonjëherë që keni thënë? U futët dhe lexuat lajmin dhe thatë si drejtin e lexova këtë unë. Na bëre një pyetje ti që Ju Kjo- futa në thella. Kjo që Është pyetje për gjithë. një që mbaj mend, pyetje pyetje. Për Shkruajnë në koment. komente. Edhe për komentet, patjetër. Miqtë e mi na thonë. Unë Edhe në koment. një që mbaj mend ka qenë para goxha vitesh. Tash nuk e mbaj mend tamam, po ishte diçka e tipit që shiko çfarë fustani ka veshur kjo në dasmën Këti. e të bijës të Sinan Hoxhës atë një nga ata kështu domethënë gjë e fustane, kështu që po ishte brez pas brezi kjo, domethënë nusja e Baxhanakut të E ka kunatit vesh ky, të ka kësaj. vesh ky. Edhe shikoni çfarë fustani ka Edhe veshur. lexove lajmin ti. Edhe e lexova si lajm. Edhe në brenda në lajm s'kishte asgjë. Domethënë As fustani s'ishte.
Ua futëm, s'kishte fustan. Po ti e ne? Çka ka qenë një lajm që e lexova dhe si e lexova deri në fund. Artikull morboz. Se di, unë lexoj Morboz. shumë lajme në Facebook nga këto clickbaitet që s'janë Ka asgjë. shumë, ka shumë. Facebooku ka shumë fare njërë blek, e? Janë ca që i klikon edhe as ta pas një lloj lajmi. Po, 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 tre pop-up. Ta hap llogarin bankare. Ja futi këtu. Do ta lexosh, po çka nuk Edhe e bën. imagjino që ka budallë që e plotsoj në kur e hanë, valla. Më kujtove idiotliku më i madh që kam bërë në jetë, zbulova internetin, Po? edhe që atëre kanë qenë ato që hapin në një faqe tjetër, dile ke fituar $10,000. U e kam ngrënë dhe unë atë. Si e keni Dhe ngrënë? unë atë, Kam po. qenë 12 vjeç o plak. Hap atë, shikoj atë Që atje. bën si kështu si pop-up. I the mamit, hajde se fitoj. Edhe unë shumë. Asa ja u zgjidha jetën tërë këtu. Ua, Beso. Fillova bëj plotsoja unë ato. Beso dhe unë gati vëlla, vetëm s'kisha kartë atëherë. Qa fletë vëlla? Po ishte fillimi i internetit, do ku e dihet ti çfarë ishte ajo. Ajo një dhe ai ka qenë një mirc chat. Nuk Po, e di e po, mban. e mbajmë. Po, ka qenë ato masturbimet e para në chat. Po, kemi fol atë, kemi fol. Fort. Plak ishte Edhe aty fillimi të i shonë internetit. kështu. Jo, kështu që fitova $10,000. Jo, Ja. këto do diçin pop-up në Të Google. dini plak. në Yahoo kod, e kupton? Futesh në një Ma website email, e dilte. email më kanë çuar që jam Duar do princesha e Ajo, ato janë të Ajo vjetra. thanë si dëshmitarët e Jehovait tash. Atë nuk e, shiko, nuk e ha njëri atë me princeshën. E. Edhe me kushuri në Nigeria, se nuk të mashtrimi duhet të jetë shumë i afërt, është një gjë që ndodh për ditë, nuk duhet të jetë një gjë që sa po ndodh sot. Po. Budalliku asaj ishte atë thoshte je vizitori i 1 milion ti Po, faqes. plak, ajo është shumë e Me- bukur vëlla. Ata e kam ngrënë shumë unë. çando plak. Ata e kam ngrënë unë se bënte sens, mund të ishe vizitori 1 Po, milion, 1 e kupton? milion, është Ndje vërtet. shivaçan është sikur të thotë Edhe ajo. çast jeti vizitori 1 milion. Edhe fitove $10,000 plak. Vë kartën këtu, vëj kartën. Mua më shkruajnë shpesh për shembull në Instagram te profili i pikturave. Është një lloj skemi për të gjithë këta që merren me arte vizuale, shkruajnë blerës gjas me potencial. Po, që du disa nga punët e tuja dhe pastaj të thonë që i du në NFT për $10,000 secila, më thënë. Çfarë? Po. Ne, kështu shif. Po futu te filan faqe, depozitoj lekët, thejnë kriptomonedë dhe mi çon mua. Okej. Aty është problemi ku duhet të depozitosh. Ti po blen fikturat e mia, Po, unë po. duhet depozitoj. Plak duhet të depozitosh ti në këtë rast. Po unë tani fus këto emailet dhe mesazhet që më vini fus ke chati dhe ti tregon ajo Po, nëse është scam ose spam, jo. e vërtet Ka është. thot çati këtë? Po, po. Po. Plak e di që çati ka filluar lexon filxhane. Jo, jo. Po ti çosh foton, ua vërtet, po ti çosh foton. Të lexon filxhanin në plak. Po, po. E bënu. Ma than edhe ma than në Gjirokastë. Pas shqyrgëzimi. Ka çdo vend i Te çon çuna foton. do. I çon foton e filxhanit fillon ke një me p. Ua, pas shqyrgëzimi, që është ajo, haber, Po, po. Gje, Se ka- na e pis na Po dy dashka provuar. Unë mendova dhe tani u kujtova do kur të marr kafe nesër do ja çoj çati. Dale por ta pjekje ajo dy kafe. Pisi e sill. Ua, imagjino çati që lexon. Pa e bën më e thjesht, është- nuk është se ka ndonjë. Po. E thjesht, Nuk është puna e thjeshtë, problemi çfarë është ka ai fakti arritur që ka ato DNA Pse? duhet të ekzistojë. Po pra, sepse dikush e ka pyetur dhe ajo e ka Pa, mësuar. di, arsyen, po që Dalla. po nga e kam mësuar një, ka marr E ka pyetur informacion. njerëzit pra, e kanë. E kupton çfarë shumëshmëri e njerëz, njëri i shkruan më krijon një biznes që të më bëj $1 milion në vit paralel. Ma lexo çfarë do të filxhani. Shumë e keqe. sa i fuqishëm jam ndier një se si thash një fjalë në shqip që nuk e dinte. Çati do. Po. Po, Edhe ka fjalë ja shqip. shpjeg. Pizevenk. Edhe ndoshta mund mos e di bizeve. U, po, ishte Po e ne thjesht. hape live, hape çik chatin, ta bëjmë një provë live. Po. Çfarë do të Ti shkruajmë. Ja, thuaj historinë, çfarë po thua? Çfarë fjalë? Ha? Ti themi në një fjalë që se Po di. tash e kam mësuar ajo. Po jo. Unë i thash se ishte atëherë në fillim ai rofsh më duket se i thash. Rofshi se ti, se ti. Edhe nuk e kapi fare. A, nuk e përdor, Rofshi, po, po, e vërtet është. Edhe ja shpjegova pastaj, unë ndjeva kështu, plak unë jap mësime Çati inteligjencë. O e nea, po. do themi në një fjalë tani që unë mendoj që ChatGPT nuk e di Nuk e fare, di. nuk e njeh në shqip.
Ta them unë të parën. Thuaj e Jo parën. Karallo sa thotë. Karallo. Ku psonis. E kupton që do ta bëj super ill të që sa po them. E kupton ti? Karallo. Po bëja një Karallo me që fillon. Unë gjeta fjalën. Po ka secili në një. Ta filloj me Karallon. Dalë se kemi chatin live aty. Jo se kemi. Kujdes me por. Live e kemi. Mbylla të tabin e ne. Jo, i kam futur një foto kështu generike. Ka fapes. Gjani. E çka ka shkruar? Po? Tani se lexoj dotun këtu, po e lexojmë pastaj. Po, Ne, me mirë. njerëz. Se duket. Po e ka lexuar si filxhan. Po e ka lexu Shikoj, periudhë ka qenë me lodhje. Ka qenë me bullet points. Ua. Edhe në fund, do you want to make a presentation atë? Tash ka kosh në PowerPoint. I thua mami, da ulu çik. Me lazer. Po ne. Po ç'a doni ju? Kërko fjalën Karallo. Ç'a ti them? Thuaj, Jo. a e di ç'a kuptimi ka fjala Karallo? Po. O zoti Mi e për kufizimin Për e çfarë thuaj se. përdorim A unë se di çfarë të do të ardhmen e thënë. njerëzimit. Po është ardhmë. Do ta nxjerr këtu apo do ta lexoj? Lexoja. Jo, lexoj edhe nxirre. Po. Karallo E dika. përdoret në shqip si fjalë vulgare, sharse dhe zakonisht vjen nga italishtja dialektore kaco. Ja ka fut kod. Ose forma të deformuara të saj në përdorimin ballkanik. Në shumë raste përdoret sipas tim Karallo, diçka si dreqi e mori ose si shari ofendim ndaj dikujt. Ja, po s'është. Nuk vjen nga italishtja Deri ku e di? Jo mor fare. E di deri. Po jo mor. Ç'është Karallo? Po E jep të atë shpjegim ti, budalla. Karallo është si fotull, si E pra, nuk ka lidhje me Si- kaco apo italishta apo Fjalë tjetër. radhiko. Si? Radhiko. Radhiko. Me v apo me v. është greko. Po si nuk e di ti po, çfarë pra, është radhiko? Radhiko është kur je kështu. Ja, je si gjithë. Varilesht. Radhiko, varilesht fare. Radhikos. Po. Oqire. Jo, po s'është greqisht, është shqip. Shqip radhiko? Po. What's E përdorim lënjatën. Unë se kam dëgjuar ne. Edhe unë Po e ja ta para. shohim mira, e njeh kjo. Ja, mos e di çfarë. Radhiko nuk është fjalë standarde e shqipes dhe nuk gjendet si term normal në fjalorin kryesor, shpesh përdoret në të folurën popullore ose internet si një mënyrë tallëse për të përshkruar dikë si kot, pa vlerë, i ulët, Oh, e di. ordiner. Budalla. Dika ora. E kapa. Ha. Fjala ime nuk e gjen dot. E nea kërkoja mallafrëng. Po mirë, këtë e ke shpik ti. Jo, se kam shpigun. Fjalët tua. Po ti mos bëj sa bashkëtingëllore bashkë dhe bëre Jo. fjalën. Fjala mallafrëng është shprehje që përdoret. Prita nda çek. Jo se të dëgjon chatin. Na përgjon. Mallafrën. Por mos doni Jo. ujë. jo. Mallafrën është shuqi, është mallafrën. Malla Frank ose Qartë, sorry. Mala Frank tani kjo është e detyruar të japë përgjigje se unë s'besoj që Po, kjo e di. Po, ja thu. Nuk mund thot nuk e di këtë. Kjo është një fjalë e vjetër në shqip, me origjinë nga turqishtja osmane frengi, frank europian ose historikisht përdorur për të përshkruar diçka alla frënga, Wow. pra me stil perëndimor ose Do të mos europian. kuptimin, no. Në përdorim tradicional mund të nënkuptojë njeri i europianizuar, dikush që imiton zakonet e huaja e tjerë. Po Pa, pa. s'është ajo që Jo, s'është ajo që për Çfarë përdoret. kuptimi ka mallafranga? Mallafrëng është je kështu si mallfrëng domethënë, je kështu si huaj. Si reaksionon. Asnjë se di kam Kisha kuptim. asnjë se ti ka vetë. Se ti e di atë të. Jo. Rafsha. Kë do Ajo të rafsha da. kërkoj edhe një. Se ka dhe gjeni dhe ne. Po unë e kisha për Karallo. Ta për çe. Karallon që. Mos e thuj më, se edhe gruaja e martuar. Beso. Karallon nuk e dinte po. Purtha. Çfarë? E bash është të zënë të purtha, është kështu si. Purtha. E përdori njerëzit. Çka me jashitje unë plak. Jo, jo. Do lloj së mundi e Si diçka po. puçra duket. E ku diun? Purtha vetë. Po jo, purtha është. Mas është urtha, më. Vjen ta nxjerrësh në trup ju. Jo, sa shumë E, je me purth. Se vjen me diare. Nuk e di. Di që përdoret. Purtha është formë shumësore e fjalës purthë,
Dhe në shqip do të thot heqje barku diarre Diarre që nga lë bark. Lë bark. Po, lë bark. Sigur na dia. O plak, janë ca fjalë që vetëm nga tingulli të bëjnë të mendosh diçka. E vërtet, fjala purt është direkt e muta vëlla. Sa të ulesh Vjen nga PRF-ja. Ja, besëm që njëve. Ne, ti i fundit dhe e mbyllëm të seksion. Gjenaze. U duhet ta di gjenaze. Po mirë që ka nga arabishtja dhe kupton. Ore, se unë që turqisht. jam lingolog, vëlla. e përdor gjuhën. Po këtë timen e gjeti direkt. Po është kufom korp. Gjenaze nuk Lori është është karkivor qivuri. jo. Po jo më është kufom? kufom. O, unë di që është takivor. edhe unë. Trupi i vdekur. Gjenaze ti që është Gjenaze është trupi personi. kadavër. Shikon. Kadavër. Kadavër ose O nisë vetë kadavar. fjalën tënde nuk e gjeti. Trupi të vdekurit, mirë, se pas ka disa është dhe ceremonia mortore, varrimi, lutja funerale muslimane dhe tjera tjera. Po, O, Ton, Njeri vdekur. si e mendon të inteligjencën artificiale për ca vite? Ku e mendon se do jetë? Ale pa punë plak. Ashtu shikon, ë? Kam, Është shiko. kërcënim? për cilën punë ke fjalën? Tamam për cilën punë, se komedi jo. Ja, Komedi Komedin është një gjë që nuk e Nuk e bën dot. E vërtet. nuk e bën. E kam prodhuar edhe nuk e bën dot. Ja, nuk e bën dot se deri diku. I Për kam momentin. I kam shkruar një herë, më bëj një shaka të errët për kancerin a diçka e tillë, edhe me këtë përgjigje tha, jo, nuk e bëj dot. kështu. Nuk më lejojnë. Po mirë se ajo nuk është limitimi i AI-t, ajo është Jo, janë diçka ato që ja nga kam brapa, vënë. Po, e di. Është prandaj Po them ja, shiko, nuk e di çfarë bën mirë AI, bën një gjë që të bën përmbledhje të gjërave. për mbledhje po. Po një gjë që e bën mirë është që për shembull muzika e AI e bën mirë, nuk është se e bën keq. Dallohet, po dallohet shumë. Nuk e dallon apo. Dallohet shumë. Po nuk e dallon, apo? Dallohet. Është shumë e thjeshtë, shumë si Ore, atë si për fëmijë. atë coverin e Kam- 50 Centit që ka bërë me AI, që e ka mbëshu si funky. Kush, Se mo? dallon dot fare më plak. Se ke dëgjuar ti ato? E po një cover të 50 Centit tash. Po mirë, pse se kanë këtë impaktin e muzikës normale? Më thënë, çfarë e ndalon një muzikë të gjeneruar që të bëhet po aq e famshme sa një muzikë normale, Po një se artisti Kam normal? përshtypjen se tregun e muzikës akoma e kanë në dorë shtëpitë diskografike që nuk Po. i japin. Po më dhe këngët me AI nuk janë fare. Ato mund janë të shumë bëjnë bazike. mund të është. bëhen të famshme në TikTok e në në rrjetet një sociale. moment, Kanë po, edhe po. ndjeshmëri AI për të bërë, më thënë Po, se po, dallohet muzika shumë. nuk është vetëm nota edhe si e bashkon këto mori- bashkë, e mori- ka edhe ndjesinë, emocion E normalisht. mori një tip që më ndiqte mua një poezi që kisha shkruar durun e bëri këngë me AI. Më gjante sikur e këndonte Vedat Ademi o plan. Ishte Po si shumë poezi që është, se këtu është lajmi. Tani- Shkruan poezi Po. Toni? në Vjen zorti. Ça lojtari. Mundohen në kotë lirë kur kam Ua ça plere. Fare. Shiko ça kartë luti njeriu. Valla unë shkruaj poezi. Kuptoni tani? Në rast se nuk e dini, Goca. Jo se e thash për çunat. Ç'është kjo? Ti si je i lidhur? Jo. Plake, kupton çfarë bëri lojtari tani? Se ja, më imagjino mua tani jam 23 vjeç, ndjek E po e vërtet. Tonin, aqje. edhe shkruan poezi më plake. Unë i kam pa Tonin vetëm të humorin që bën, këto video që bën, këtë prezencë që ka dhe Po. Wow. Ore, po kjo ishte fiksin e për emisione që thonë kush është hana tjetër e tonë, ishte kjo. çaj ky bëri thirrje, ky bëri au. Unë i shkret i thash vetëm një gjë për AI-n më. Jo, po ishte Unë se kam kuptu kur poezinë o plak të ndete dhe se marrë vesh fare, jo se s'më pëlqen, por se më duket vetja shumë ignorant. Avash. Jo, se s'kam lexuar libra të dur me poezi pra, se jam mbrapa me poezi. Nuk se kam lexuar në një poemë dhe kam thënë Edhe unë të them që shkruaj poezi është fjalë e madhe që shkruaj po poezi. mirë, Nuk merresh është hedh ca gjëra në vargje, kupton, ca mendime, ca kështu po. Prap,
Po në Po fakt si zhanër i vështirë. Është goxha e vështirë. poezia, domethënë për mendimin tim mediokër, poezit ose janë shumë të mira ose janë Ose nuk bëjnë. skandaloze fare, domethënë Po, janë shumë e janë vërtet, qesharake po. fare. Edhe S'ka kanë atë. s'ka midis. S'ka janë ato, s'ka të kanë. mesme. Kështu që Janë të ti- këqija të mira do blaq, nuk ka nevojë fare të më shikosh. Jo, mos besoj se janë të qetë, se ti shkruan komedi si mund të shkruash keq poem. Ej, Unë s'po them që është Shakespeare. jo, po s'ka. Po them që Jo, është Është Po. bazike. e Po. ke një aftësi pra tani. Po dhe ajo është gjë me eksperiencë kam përshtypjen, duhet shkruash shumë që të arrish në atë pikën që të Që shkruash të mirë. shkruash tamam, po. Po blaq, se e di si është muhabeti. Ore, edhe komedia është një gjë që nuk e bëjnë dot të gjithë. Po. Ore, të them drejtë dhe unë kur kam bërë këtë podcast më ka kaluar në në mend valla, jo, mund të bëjmë edhe un komedian. Edhe kur kam shkruar një gjë te podcasti që ta ekzekutoj si komedian nuk e bëj dot valla. Po. Më kupton, është aftësi që se kanë të Jo, gjithë jo. ose duket kështu sikur është një gjë që Që edhe plaka, atë që bëj dhe unë atë. po. Se mua kjo më pëlqen të publiku tani i komedis, që u ka ikur ai fotolliku që Që kam pas e bëj dikur, dhe unë. që rinin kështu, a më na boni për të qeshur ky, ë? Po. U bë ky mallafrangu. Ky karalloj. Ky ra Ky purtha. Kjo në komedi në term teknik quhet një callback. Po. Më kupton. Si nuk ka ikë ajo tani, vin njerëzit dhe plak excited, Po, do gjojnë- dëgjoj Tonin, dëgjoj Besin, dëgjoj Edhe- Marion, më kupton, do të Edhe çmendem. prap është shumë e vështirë se ti shkruan një gjë që me vete thua plak me këtë do qeshin. Po. Me këtë do qeshin, do kjo do Do vrasi shkatroj. fare, e kupton? E vetë thua në skenë. Po. E vërtet do është ka. Ma çokun e kemi në afsh. do Pastaj shkruan një budallik që thua ha se po e them këtë për të Po. mbushur kohën. Me lot. Ajo djeg. Po. E kupton? Edhe nuk e kupton fare. Po si çfarë bëhet në bëhet? ato momente kur e shikon që vret ajo, e vazhdon çika atë apo ikën andej? Ai Si është, është? shiko, ai është momenti më i mirë mendoj unë në atë timen që në moment që shakaja vret, i jepi pak sekonda që ti qeshin. Edhe po nuk e ke shkruar më para shtoja aty. E kupton, mendoj një gjë dhe shtoja Okej. aty. Po dhe ajo thik me dy presa është. Në Mund ta groposësh. Në 90% të rasteve Çka vret. ka i radikoja, po ikti se na prishin. Lëre emocionin ti. Në 90% ke mundësinë që ta ulësh fare Po. pastaj, e kupton? Po në 90% të E rasteve mirë, kam në fakt, kam po. vënë re që vret. Se vetëm unë të paktën kam një lloj stil komedie që është shumë rend, e kupton, ka marrë shumë të Bill Burrit si mënyrë të shprehur, e kupton, e kam me inat E po. Po. për gjëra që Po. i urrej valla, më ngren nervat e tjera Shfryesh. e. Dhe kur e thua me inat kam vënë re që ju pëlqen më shumë njerëz. Po. Edhe sigurisht me qenin tënd i transferon të njëjtën energji, e kupton? Si u ndjeve te stand up Tirana, te lëvizja. Te lëvizja stand up. Jo më thjesht tani kanë filluar edhe lëvizjet të qeverive vendore tani ta mbështesin si Sa nismë. stand-upin, po. E di kush është e forta që Kosova e ka bër shumë para nesh. Po Kosova e ka bë para. Kosova ka bë, shiko plak ç'a bën Kosova para nesh. Po do se edhe këtu është bërë shumë përpara stand-up jo, është bërë që në Jo, po them këtë. Jo, si mbështetjen e stand-up kanë. Tirana, që bën stand-up Ah, okay. Tirana, që unë vjet më ftuan në që bëra të teatrin në Gjilan. Po. Kam vite që e bëjnë. E bëjnë Po dhe në për Shkup vite. është ai se është një festival në Shkup. Festivali që bëhet, stand-upit, po. Po valla, sepse komedia do pak mbështetje nga pushteti vendor, Po. që të ofroj vendet e mëdha, Financiare. po, që të paguajnë Ku njerëz. e mbështeti vendor? Po në Kosovë pra, Në Kosovë. Në Kosovë? Kosovë. dhe në rajon, edhe me muzikën për shembull. Në Kosovë Stereo Space që bën regjistron në albumin ishte vend. Po mirë, po Që bëjnë financojnë projekte, nga bashkia. bëjnë projekte, bëjnë gjëra. Po mirë më plak ti regjistrove albume 300.000 lekë, në tallash është free Po fare. mirë, mos e na e bën ato si nderesh, tjetër gjë ajo. Po pra, e kam fjalën që është një gjë që të Dhe ne këtu s'kemi patur projekte ose po ti çash ministrisë një projekt shumë Mbase do të të mbështesin, mirë po. strukturuar. Ja, pra, ja, çuan, Çfarë peti po. të vini të trokasin ore, hajde të lutem na merr ti. Po jo më kushta. E po kur i kemi çuar ne ndonjëherë një projekt ministrisë apo bashkisë apo edhe s'na kanë pranuar. Gjithmonë. Po që si kemi çuar në një projekt të mirë edhe. Ka qenë problemi i projekteve, jo i timit. Si të vjedhësh një bank parë. Më pëlqen kjo, më pëlqen. Se tash Po, është kjo si ankesa, jemi kështu që ja pushteti s'na mbështetet. Jo, nuk e kam tek ajo, jo, nuk po justifikoj me atë.
Jo, Them thjesht që- po fillon të ndodhi vonë. E pra, atë për këtë e kisha, mirë, e mirë. kisha për se mbështetës. Po, Pa ajo ishte shumë. Është momenti gjë, dur. Ajo të stand-up Tirana ishte shumë gjë. Unë të paktën kisha 10 muaj pa bërë shfaqje. Po, 10 muaj kisha. Që kur mbyll corneri, edhe Po, thash, ti dole kështu pas ti e pjesë isha në prapas minuta, unë isha ç'a do bëj tani, e kupton? Po pak a shumë është sigur mëson biçikletën që pastaj i bën prapë dhe aty. Ke emocione shumë kështu në Më bëhet kaka e rëndshëm. të vjen furtha. Më vjen kurva. Është gjithmonë, nuk e di pse para shfaqjes. Pa ajo është pjesë e mirë ose. E, Pa e humbe atë, pastaj besoj të bëhet kështu pastaj si. bëhet monoton. Po, edhe çunat ashtu ishin. Kur dola unë që prezantova këtë vendin e këtyre, E, unë plak në përgjithësi, të them të drejtën, unë s'kam shumë emocione. Okej. Ka një rast që jam pak i shqetësuar, po jo, Emocione, s'kisha pa po. ndonjëherë emocione siç kishin Si këta. shkëshëm, Edhe më zuri dhe mua një hurë. Vlla, më zuri një mallafrëngjës. Po e di. Plak shikoja çunat Panajoti që çdo moment. Sa pa na të skuqet ato. Po, ishte i kuq komplet. I ndes dritë lampën. Plak tenisi kështu, ua, çfarë po ndodh o burr. Edhe unë me Nilsen edhe ne më keq akoma. Mario me duanën. Po, është Është pjesë e bukur ajo. se kisha provu ndonjëherë ato. Është shumë unë kam gjithmonë sa e kam shfaqje deri në momentin që dal marr mikrofonin jam çfarë do ndodhi o plak, çfarë e kam bërë mirë, se kam bërë mirë këtë ande. Ti besoj e çiksi më i qet, po prap je. Unë thjesht duket. Po, Ky është e fshep. e maskoj. Na brenda e purth komplet. Po, më dritën gjujnë. Ja, është. Se më kanë dhe këta që më duke sikur s'do mbaj me të asgjë. Po. E kam në tru kam vetëm i shumë. Asi mendim asgjë. Do resetosh. Çfarë i shkurtër o plak, është shumë si kur futesh provim. E njëjta gjë. Po ti me shkollën si ke qenë Anton? Gjëra llafi. Antoni nota. po shkon atë. Se dhe mua më kapin. Bësi ti si ke qenë në shkollë. Unë kam mbaruar financë o plak. Kam Po qenë plak e mirë. mbaru shkollë të vështirë. Je nërd ti? Jo, bla, se kam mbaruar me mesatare. Imagjino, ai të thotë je nerd edhe direkt. Jo, unë jo. Unë nota të Unë mira. S'ka shansa bla. Kush unë s'vjen në shkollë. Gen. Unë kam në orën e parë gjithmonë. Pije konjak me lëng qershie të shkollës. Plak, domethënë mami im është mësuese. Babi është inxhinier mekanik. Oh, okay. E plak, ka qenë gjithmonë ai presion, po të merja 9 bëj nami në shtëpi. Po. Ja, po nuk kishte shanse. Dështimi. Edhe unë si thoja asnjëherë, sa herë merja nota dërqia vetëm kur i merrnin vesh në mbledhje me prindër, thoya pa aty më bëni çfarë doni. Ky djalë së shijoni. Edhe notat këqija ishin 9. Jo. Pikërisht, e kupton? Herën e parë që mora në universitet kam marrë 6 në histori ekonomie. Bënim histori ekonomie, ishte profesori. Kishte emër shumë malsor. Po. E kupton? Edhe theksin e kishte të tillë. Edhe kur ai njëri që ishte ulur para meje, ky më duket se është nga Korça. Ai ishte Po ja, çdo impakt. njeri mund të jetë na Korça. Cuku nga Korça. Si cuku. Pa cuk, me emër cuk ti je nga Korça. Zef. Edhe Zef. mora Se shumë emri i bukur. Zefi. Jo, Zefi. Jo, se janë dhe këto emra çu që është emri mbi emri është njësoj. Po, Zef. Zefi. Vesvesi, Zezek. duket si. Edhe mora 6 në histori ekonomie, unë plagë mora plakun, i thash. Kështu mora 6. Edhe mirë se erdhe në universitet, pa pe mbylli. No, shishi të baska. E ka kështu catchphrases, është Ua, sa kinematografike shumë e bukur. si e keqe në për filma. Ta hapi derën për jetën aty vlla. Të thash. Edhe që atëre s'ka folur më. Qa dere, edhe 100. Nuk e di pse janë gjithë baballar. I praktizja jetë. Jo, më ka ta kthej kështu tash, më kanë mbështetur shumë në shtëpi, sot gjithmonë më kanë mbështetur shumë. Po. Përveç faktit që u bëra komedian. Aty nuk Nuk e ka. në fillim? Jo, fare. Pse? Çai E po ç'të ke shefo? pse ore? Bet djali klon. Klono. Fjalori Po, që klon. përdor, lloji i humorit që bën etj etj. Pastaj Shiko. plaku ktheu mendje kur i thanë ja dy veta. Çfarë ke atë Anton Bellon ti? Po Me ka i mua. Aty pastaj fillon
Je mirë. Rria në telefon unë kur ishim shumë me ata me halla kështu. Po. E më thot halla, ore shumë rrin në telefon, e plaku. Se ka klientët në Instagram. Lezesh në punë. Është në punë tash. Ka klient. Po mirë, është what turn of events. Po, mirë, duhet të jetë kënaqësi e madhe të bëhet djali i famshëm. Shtëpisë tënde e pëlqen që bën humor ti? A e din shtëpisë tënde që bën humor? Besi i thotë që bëj shumë po humor jo. E më se e pëlqen apo? E pëlqen? Po. Po shtëpisë tënde ndje, di që bën, do thënë, e pëlqen muzikë? Jo, podcast. Shtëpisë tënde e di që bën marketing. Muzikë e din, po, muzika nuk është se e vlerësojnë shumë, domethënë, nuk është se Jo? po Jo, se bën as muzikë të mira. si mos bën muzikë të mirë. Po bëje si Ylli Ky Limani. vë morgu në shtëpi mami, paske Ylli Baka aty. Po jo, kam dhe një album tjetër, kam dhe një album akustik. Okay. Me atë Se mos e është albumi i dëgjueshëm, s'është i keq. Ore, më po çfarë dakord. mendojnë shtëpisë po të pyesun? Po që Jo është çfarë hobi, mendon po. ti për muzikën tënde? Po se hobi është pasion. Po ne hedhim lek tani, regjistrojmë, bëjmë, dalime. Ore ne Është i kaluar i jetim edhe kohë edhe çdo gjë tjetër, po është pasion. Pastaj hobi nuk është Pasion, fjalë e vogël. Jo, dakord, e vërtet. Domethënë shkojnë, e vogël, është kështu si gjallë. Hobi është edhe të luash në shtëpi, më kupton, po Me veten. me veten. Jo, prit ta rregulloj. Me instrumentin tënd, Somehow nuk e rregullove. me karallorin tënd. Se vetëm si radhiko asnjë. Plak, thjesht u mendoj që ata mendojnë që unë harxoj kohën time, më kupton. Okej. Kështu e mendoj. Ba, ashtu është gjithmonë, Po, pra dhe plaku im. jo, muzika është e bukur. Shiko, tash Muzika është- domethënë duhet ta mediane shikosh mirë, edhe po, që Nga natyra. nga natyra, se për shembull kur fillova unë që po Jo, me drejt. kur i hyra baterisë për shembull, Po. unë e fillova në gjimnaz, po në vit të parë universitet ju luta, ju përgjërova ma mam na blini baterinë se sa ta marr do t'i dedikojmë shkollës dhe kështu. Edhe marr bateri dhe i dedikojmë shkollës. To shi bablaku. Edhe e mati tash. Po to po kjo. Babi që po kjo. Kjo ishte batuta më e mirë. Jam krenar për Po ty. tu ta më idiotë. To shipa. Edhe bën si bën ma blena të baterinë. Po? Edhe atë vit ngela unë. Kështu ja u shpërbleva. Sepse s'kishe energji, badum. Pra kjo. Kështu normal që do mendojnë pa edhe jetën tënde dëm. Po mirë, ne Po tash që jemi nga 70 vjeç, çfarë do na thonë mos u merrem me muzikë. Plus se tash që jemi dhe në punë. po. Një lajmërim për gjithë miqtë tan që në 11 qershor, në 11 qershor, Morgu do të luaj, do performojmë me ansamblin e harqeve të Akademisë së Arteve te Tunel Tarat. Edhe ansambli arqeve. Po, do jemi edhe me harqe. Kjo është sfida kësaj radhe, Është që do sfidë. luajmë me harqe që nuk e dim fare si do të dalë, po. A njëkohësisht, Njëkohësisht. Domethënë ata do luajnë këngët tona, domethënë jemi në Ata kështu komplet mbledh. po. Muzikën e vet. Ata do Imagjinoj është e vështirë, që e thyen harkun në fund. ata asnjëri s'kishte dëgjuar metal në jetën e tyre. Imagjino plek. Edhe mund të gjeni biletat e Bar My Way, te Ilirian Saloon dhe te Dua Cafe. Merrin tani se janë prisel dhe janë më pak lekë se ta të Janë dhe, se 10.000 lekë. normalisht do të paguajmë të harqeve. Ne. Tani hajde një njerëz. Ata arqeve se vet nuk do marrin asnjë lek. Po jo, ne Ne bëjmë për pasion. Kështu që miq që ju mirëpresim dhe Sa po veta do do jenë te harqet? do jenë 6 veta. 6 veta? Edhe 6 apo 5. Po 5 ose 6. Me një dirigent. Gjash harqe? Inshallah Pesë. godasin në shenjë. Kaluam nga Toshiba. Ne kat ndërprite. Ishte shumë e keq. Dhe do jemi me 6 të tjerë njerëz që nuk i njohim, se ne 6 jemi vetë në Po. banë. Dhe do mundohemi të Po mirë tash. Shiko ku Do është mundohemi muhabeti. të performojmë. Kjo është kalqetra e muzikës. Po Gjashtë e gjashtë. 6. Po. Ama ne hapsi se the mikrofonin. Si e ka menduar dhe nuk A e thuaj, tha. thuaj. Ka tha Xheri, thuaj. Jo më 6. Po problemi me këta me muzikën me harqe
është që ata janë shumë pa vlerë para nesh, besoj. Shishi. Çu bëhet marketing. Jo, po këta Ky do dali para apo pas? para. Okej. Dash zoti para. Po i paske frymzuar. Jo. Ideja është që këta o plak duhet lexojnë atë partiturën. edhe e sa e vështirë është më, se ne se dim fare, nuk e lexojnë dot fare në tjerë. Unë joja, unë s'di ose di not fare. Ama di ato, kisha- di ti lexoj kështu bazike të do, re, mi. Se luan me memoria apo? Po, bateria. Po, ne luajmë me të gjitha shumë luajmë. me çik vesh me memorie. Çfarë thua? Unë jam autodidakt, plak, s'kam bërë një kurs. Të gjitha shumë jemi. Ta s'qe aq pa vlerë. Po, e thash për clickbait, po misëm, janë Ata janë profesionistë, ne jemi lumi. Ja, portali. Andi Jo, thot. patjetër që janë muzikantë të shkëlqyer. Problemi është se jemi ne shumë keq. Edhe mund të dalim keq. Sepse po bërëm një gabim ne, edhe ata ta lexojnë ose ta dëgjojnë, ata do përshtaten. mirë. Po nuk bëjmë gabime ne atë. Jo, gabime kështu. Jo. Po që unë dhe Besi pak të flas për veten, unë me memorie luajmë, edhe me Po, kjo të mirë, ndihmon se- mirë. Po. Kjo jo. Është lloj muzikës që është. Po ti e ke menduar ndonjëherë veten që ore sigur që ka mirë në hip-hop, unë e ke provuar se zakonisht Kam bërë është një parodi. Kam bërë Mirë parodi, okay. Jo prit, por kam bërë rap në parodi. Edhe më kanë thënë që je mirë në rap. Kush të ka thënë? Se është një moment në jetë që të duket sikur këndon mirë. Po, është gjithmonë një moment ola. Pa jo pyetja është shumë. Është pyetja që se mund ta bësh seriozisht. Kush të ka thënë? Po ngjan Pa, jo, shumë ma, keq. Bakua. Se ose do të dish kush ta ka thënë ose kari. Edhe unë kam bërë hip-hop një moment. Po. Ishte të mërësisht i keq plak. Po to parodit janë të lezetshme. po. Parodit janë okej. Janë Janë të bukura. është hip-hopi më i thjeshtë që mund të bësh është parodia. Po e ke nxjerrë një apo ke bërë Po, thjesht? mo. Ne kemi Kur e ke- janë në YouTube. Çfarë është kjo Kam bërë parodi? Tiranën parodi. E keni Me bërë te mesoneja thua? Aty po, ato i kam parë. Po. Jo më thashë mos ke bërë vetë kështu në Jo, më vetë kam dashur gjithmonë sa qef kam pasur apo. Po s'kam pas as në Terezi as në. Edhe duhet të merresh çik me muzikë që ta Po, në fakt ajo do se parodia duket shumë si e thjeshtë, po do vërtet puna jo. Jo, mo, Çfarë punë ka qenë në plagë? Po parodia që ka bë Gerdi, e përshëndesim Gerdin mikun ton në Deçollin Po. në diversantët. Parodia që ka bërë me hip hop battle me Edi Ramën edhe me Blendi Feziun ishte lart Po, fare po. po plagësht. Ajo është epike më burë, ajo do ngjelet në kronikat Jo, e rrjeteve sociale. do punë vërtet. Po, parodia shumë punë është- valla. Edhe unë për shembull Anton kur isha i vogël. Le se për ty do Ore dale. Se e kam të bukur. U fiksova një moment dëgjova albumin historinë, e Eminemit. Curtain Falls, si e ka ai albumi që është ky një. se unë Apo edhe Eminem Show. unë e përçmoj Eminemi. Eminem Pse? Show Jo, është kot. me perden e kuq. Bravo, ai e ne. Je shumë i sakt. Me perden e kuqe dëgjova atë plagë dhe thash. Oqa Walkmanin, vesh Unë të bëj këtë. plagë, unë jam një G. Çfarë bërgjezi Walkman. Po kisha shumë me kufje, po, shiko për muzikën gjithmonë kam me lekë, edhe pse E kam pasur dhe unë atë që i vjen një disk. jo, unë jo po them për kaseta më plak. Ah, kaseta, okay. Që na mund bërgjezi. Jo. Jo, ma unë kam, domethënë s'kemi pas lek, po për muzikë ma blendin në Po, shtëpis. po. Edhe vlla dëgjova këtë, oqa ato kufjet. Vlla, unë jam një G. E kam Dhe këtë. shkruaj atë tekstin. Plak. Sa vjeç ishe? Unë nëse isha në klasë të 7. Jeta e vështirë të portën në Sara. Shkruaja unë kështu budalliqë, kupton. I rritur mes rrezikut të plumbave dhe vdekjes. Në rreziku plumba Sa, ja ku? edhe fritur dedi. Krudo dhe plumba. Plak ne fugare kemi qenë, po për të ngrënë kishim. Drejt. Po, valla. Nuk kisha në jetë shumë të vështirë, valla. Fugare, po të mirë jetonin. Imagjino, kemi Po. qenë fugarenjë dhe prap. Po, plak mirë jetonin, domethënë vinte viteri, Po, kishim një Paulina, nuk është se, po kam përshtypjen se kjo është pse fugare është fugara, valla, se
Edhe Aty pse ku s'ka është- lege prap, ja kërcet, mund të jetoj jetën. Do ikë në dhërmi. Ja, vim taj Muhamedi. Borç. Po një jetë kemi o mo. Interstellar ky podcast. Qa po thojnë që? Një jetë kemi. Po pra po. Ajo është mënyra më e mirë për të marrë sida. Thuash një jetë Ti provojmë gjitha. Apo si mi dhe ne shqiptare që kështu unë prezervativ po s'ka shanse. Po shumë keq jemi me këto. Pse jemi kaq keq më plak? Ajo punon në shtëpi publike, unë prezervativ jo, s'ka shanse o plak. Kush jam unë? Jo, tash puna ka normal që është e ka marrë masat vetë. Po ja puno, edhe njerëzit në përgjithësi, kjo rinia që e sotme që bëjnë. Se një fare. Ta nësë bëjnë shumë do rinia sotme nëse se bën shumë seks. Po pse i ndjekti? Jo. E keni bërë sot? Po them një rast hipotetik. Unë mendoj që për shembull tani në moment nuk është se bëj seksi dikur. Janë si panda. Po janë çik si më kështu. Me të rezervuar. Kam përshtypjen se Kam botën time as se je nuk gabim. kupton as unë jam gabim. Po, jo, je shumë i drejtë, domos se kjo jam botën time, kështu se është bërë trend tani njerëzit bëjnë kështu si depresion, si Hapi trauma. statistikat, hapi. Po gabova unë tani, do t'ja 5.000 lekë. Vlen ata të instadi shpi më shpi, ej, qeni? Po jo mos e ke edhe kështu online e gjëra që bëjnë më pak seks valla, nuk janë njerëz sepse janë, o plak shikon çfarë botë jeton. Sa kohë të vështira kalon klitori. Po shiko, aty e kemi hallin. ej, shikon dhe mamaja ime këtu. Po, më fal. Ase bënde poezi. Shkruaj në poezi, po. Po se imagjinon çfarë vitesh po jeton valla. Po jeton në vite që doli Ebola valla, edhe Ebola tani është shumë pandemi. U bë bola Prap. po Po plak. jo, Pra, sa kot janë. Po si kot mo? Ishte në një shtet në Sudan, Kongo, në në Ruanda, Kongo, në Kongo. edhe pse do të jemi në merak ne. Po se ashtu ishte edhe në Wuhan diçka para ca vite. Bola deri vit për vit, o nuk se Apo, parë. do të thuash që afrikanët s'kan lekë të udhtojnë në avion. Jo më dua të them që Se kinezët Ora beso. Shko çakora ore shiko. Ebola del vit për vit, o e disa ka 30 vite që del vit për vit. Po mirë, ja i gjys del vit për vit. Anta virusi. Po të ishte hentai virus do ishte më bukur. Po. Po, Anta ai virus. ai më letë më zë. Kap më. Me tjetë tentakulat mbi mua. Kam pas debules për guan e Goku gjithmonë. Imagjino Jenny. Është shkon Po ata. janë koto. Se olla kam anda virus. Ose hentai virus. Ore dakor, po them që janë kot këto paniqe të Po mirë, jeton në një botë të çmendur. po jo. Inteligjenca artificiale. Edi Rama, më kupton ti çfarë jeton? Po jeton në situata të çmendura, stresohet në Unë robot. po pres atë momentin që ta bëjnë atë robotin shumë humanoid edhe të jetë normalisht të ketë të integruar inteligjencën artificiale. Të vi çfarë do pini sot? Kafe u? Jo më ta kesh grua ose burr. Të jetë shumë partner. Kamarie. O po, duhet t'ja lën vetë në dorë, jo ta programosh, është shumë e keqe programimi. Po ore ChatGPT-n e ke Ti në lësh free will. Jo ti lësh free will, po Na jo ta fike. bëu tani ku diun. ore ke Është ai chat filmi Companion. ke ChatGPT. Bravo, shumë i bukur është ai film. Pa. Ore ke ChatGPT-n, ChatGPT-n e ke bëna një roboti Po tani se që them unë tani bësi asiatike sot. doja Talk dirty to me. Po e pra, nuk Karallo. Bëj si kukla. Nuk shkon ashtu, ajo të ketë o plak. Do vi një moment që do jetë e pavarur, por nuk se do e kontrollosh vetëm për ta fik për ta ndez. Siç është filmi Companion, shumë rasti i bukur për ta sjellë në. Që ai e kontrollon e fik kur i çan trapin ajo edhe e lë kur i do të bëj seks me atë, ndez aty. po si këta që kur çat hapin e rajn. Kush loste kompanioni? Kush është ajo? Është kjo Thatcher, si ka kjo Sophie Sofia. Thatcher. Sophie Po Thatcher. bukuroshe. Po. Që luan këto Shumë filma. bukur. Se është dhe ajo Her. Me Po, Joaquin me Phoenix. Joaquin Phoenix shumë lart. Po, ai Super super film, film. Ai hëri është shumë i bukur. Po po. Hëri e ka kap fiksa të kohën. Ai është tonë. klasik kështu. Po, e ka kap fiksa të kohën tonë e njerëzve të vetmuar që Që gjenë fillojnë më reati, gjenë më reati, se shiko, edhe mbase nuk e njerëz që flasin me inteligjencë artificiale, Ska. po që Ti jo, sa duash. ke njerëz po që jetojnë flasin në me komendet vete. ose jetojnë në story. Ore Harry për momentin ajo filmi Her është ekzistues në realitet tash. Me ChatGPT-n ke Po, sidomos, shiko, Hëri është në vetvete përveç ChatGPT-s, është fakti që pjesa më e madhe
e njojeve dhe lidhjeve po ndodhin në rrjetet sociale dhe zëre se po flet me një herë o blaq. Po Ti nuk e ke parë me fare. mesazhe flet E vetëm po. kupton? Je të dua ku si si blaq me riposte. Do na futet fort në jetë kjo ChatGPT-a, prandaj njerëzit janë sensuar beso. Edhe janë Po është futur, do na futet. Ajo është futur edhe ti tani ne kemi në dorë ose të mësojmë ta përdorim ose të na përdori se Do ta përdorim. Të ne e përdorim për budalli që po pra më bëj një email. Po mirë, ne e përdorim edhe për të zbuluar fjalët nëse i di apo jo. Për të lexuar filxhanin. Ki ishte llumi. Shko, ky podcast ka argëtuar sa njerëz, kështu që arritëm qëllimin e jetë. Çfarë bëni tani? Është dikush aty jashtë Nuk është që po programon aty për një kompani në Tajland edhe plak është kënaqur me këtë podcast. Pse bëni kot tani ju? Po ku nxorët e podcastit, po flisim. Çfarë po thotë më? Ore, le të flasim për një gjë tjetër që jemi plot alegri. Vjen botrori më miqtë e mi. Kur vjen? Është 11 vaje ku prish. apo jo 11 qershor jemi ne. O po me hapjen e botrorit jeni ju. Po vjen botrori. 11 qershor ditë botrorit Po 11 qershor deri live jono. Mos Mos kemi bërë gabim ne. Apo Meksika është më duket ditën e parë. Po mirë. Kush e shikon Meksikën apo po jetë? Po në qa ore, si janë oraret e Po, oraret. E para është në orën 3 të drekës aty çfarë. E po më rregull që kemi. Është drejt. Se na Më veli. duket se po se është me orën e atyre aty. E pra se Që kështu. ky botror do jetë shumë i çuditshëm se do jetë në 3 të natës. Tretë në natës katër. se unë jam gjumë tull në 3 natës. Po pra si do jenë këto ndeshje, domethënë, imagjino mes verës aty te sheshin 3 drekës, e kupton? Jo drekës, jo. Natës ore. Do e natën atë. Janë të gjitha natën. Ka dhe natën. Ka shumë natën. Aha. Jo, se të shitura janë. Falimentim. Janë tëra të shitura ato. Ore po ne hapse keni, ore ti boti. Po të shitura janë, ajo është shituro. komplet kampionati. Përveç këtyre ndeshjeve të para që janë kot, që pyet njëri që janë atma, le të luajnë çikta. Po pse ti mendon se në kur vjen puna për çerek dhe gjysmë dhe finale nuk ka. Po luajnë më sportistët aty more. Po ç'luajnë Por atë. ti që ke negativ fare ti valla. O ton, çfarë sporti të pëlqen ty më shumë? Futbolli. Futbolli? Në kë je tifoz? Me Milanin. Kam vuajtur. O Milani është që s'ka fituar asnjëherë. Jo, Milani ka fituar shumë, po ka shumë kohë Para që shumë nuk vitesh, fiton. po. Milani vlla ka pas super ekipo. Po vetëm Maldini ndi nga Milani. Si Edhe Bierhofin. Mjafton. Maldini Do- dhe Bierhofin, Po. po Kosta Kurtën. Po mirë. Po Nesta. Mirë, dakor. Këta emra, Po Gianluca Pagliuca. po Paluka është më i vjetër Është i akoma. vjetër apo e Po. mban mend ti? Po i pa më. Po ka kanë. Edhe Kakaja. Sa i po. mirë ka qenë ai Sa- Kakaja më plak. Shumë histori të çuditshme ka ai njeri. Pse? Po nga futbollist kështu sikur hyn. Në familje pasur ai është. Po pra ishte kështu. Ai është i vetmi që ka losur futboll për qef. Ne, ishte kështu. Ta të gjithë donin t'ja dilin, Kakaja thjesht e bënte se don. Po. Çela dhe gruaja ishte shumë i mirë. Po, imagjinoj ishte shumë perfekt. Po shumë i mirë është ai, duket ai vlla. Ai është perfekt fare. Ai është çat Ai GPT. në kohën që ka qenë lojtari më i mirë në botë vlla, ka qenë i pakapshëm. Pora. Shumë lojtari i mor. Ka një ndeshje Brazil-Argentinë që niset ka nga Messi fushës ti edhe e ndjek Messi nga mbrapa me vrap edhe nuk e kap dot derisa bën gol. Messi, ë? Messi. Ora, Ka qenë në periudhën e artë dhe Messi. Messi, po okay, tani kur Kakaja ishte në Pastaj Kakaja kishte hapin më të madh, normale që Ishte kal ishte. po, ama duket që ishte kështu sikur sapo kishte dalë nga universiteti. Po, Gjithkohë. si çunë mirë, çunë mirë. Si Messi. po bën seks misionar. Po. E. Ajo thot nuk e di, ajo thot jo. Si mund ta bëj këtë ty? Është duhet çfarë. Janë jemi me të drejtat të barabarta. Akti djallë. Po Me Milan. e di çfarë po mendoj ditë, po flisej ditë me Beson. Edhe kishim after party në dasmës së Xhenit edhe të Enes këtu në studio. Edhe ishte edhe djali i një prej shokëve tan. Dhe doja të flisja pak, t'i jepja një këshill për jetën. Ai bën karate. Edhe i thash, mos e lë kur karate nuk lë. Ja shkatroi jetën direkt. Se donte të futej futboll. Jo donte, ai ishte futur në futboll. Ishte futur në E kishte futboll. lënë karate. E kishte lënë karate. Ky tani do i kthente mendjen. Pse e le karate në dhe futu futboll. Në karate të mësoj disiplinën, mbrosh veten, mëson ato katat, ato hapat çfarë duhet bësh, ato goditjet, të mëson reflekset më mirë. Më kupton? Edhe ndërriri Beso pastaj në një më vrau argumentin se unë i thash
Ore, ecim në të dy tani në rrugë. Edhe po shohim ca kalamaj që luajnë futboll. Edhe pak më tutje, shef dhe dy njerëz ka kërcit grushti. Këtë do shohësh ti në të dy? Ky është argumenti. Që këto shikojnë ata kalamaj që zihen. Pa atë do shohësh. Kalamaj, Do shohësh grushtin. Pa atë më? Edhe do ta filmosh madje. Po pra, po kaq, domethënë Po si kaq më? karateja kaq ti jep që në një sherë rrugë do të shikojnë ty. Po jo, po Dhe do fitosh. o beso mbyllet që ka të se na erdhën këta. Po pra, po Edhe do fitosh të sheri rrugës. po në qoftë se ndjek të karrierën e futbollit, Ikëm në vrapa ti. pas një 20 vitesh, 15 vitesh, do bëhesh krye miliarder. Pse krye miliarder? Varet ku Në qoftë se je i mirë dhe Një në 100.000 o plak. e disa dakord, po ti do marrësh të mirës, do marrësh të keqen. Kur kam qenë në stërvitje futbolli, se kam qenë, edhe Oh. pse s'duket po. Qa luje? Me sfëshoj. Po. Edhe e disa çuna ka pasur që kanë qenë o vlla, i shikoje, ai e merrte talentuar. Ekipin zvar, të talentuar. Po nuk i ndiqnin dot prindrit me Po po. O, pse ka pasur? shumë. Luajnë futboll në Shqipëri, janë të mirë. Edhe me urin, po problemi i shqiptarëve është që kanë aq shumë uri sa kur ja dalin që vjen në një ekip që marrin 2 lekë, aty thon, ja dola, e kupton? Po. Edhe nuk Nuk kanë mentalitetin Nuk e kanë, Cristiano Ronaldos ose Messit ose Cristiano Ronaldo nuk e ka asnjëri. Jo, po ideja që të dikujt që do t'ja dalë, Ajo do disiplinë shumë të madhe apo se edhe këta domethënë fillojnë luajnë me Skënderbeun edhe thonë ja dola edhe e lëshojnë veten fare, po të fillojnë pinë e bëjnë, po ajo është domethënë futbollisti deri në 35 sa e ka. Ja 38 në shtyr. Domethënë atë periudhë duhet të jesh kështu pinca ti, domethënë nuk ka të dash ti të dile festoje bëj edhe ose futi karates pastaj. Se dhe në karate ecën shumë, ose këtë po i thoj që në karate mund të arrish për shembull të thyesh 2 tulla. Nuk ta fal njeri atë. E pam çikollaç aty. Ata të shkojnë po ndërtojnë mure i vetë. Babi pse është kaq murator i mirë, ka bër karate. Ja, ma bravo me këtë argumente, me këtë. Po ti një gjë, cili sport të përfaqëson më shumë? Nga karateja dhe futbolli? Cili sport? Unë jam zero me sportet. Nuk i ndjek fare. As nuk më pëlqejnë. As nuk jam marrë Na ndonjëherë. uli fare. Zero. Faleminderit. Ishte kaq mbyllim për sot. Me këtë ke sport të preferuar ping-pongu apo? Ping-pong është i bukur, çmendur, ajo është i bukur, është si Kur e lozin kinezët. jo mos e në Tiranë më para e lunin shumë po mbaj mendon. Ka pas Po më ka pas me kështu salla më shumë. Duket se ka pas, edhe nëpër lagje ka pas Po, më ka para. pas lagje sa duhet. Shumë ping-pong tani janë hequr fare. Jo, ma edhe unë para vitesh luaja goxha. Edhe të lodh, e çuditshme sa të Të lodh. këput fare. Imagjinoj. Mua ping-pongu më ka bërë të lë duanin. Duhet të zgjidhja o duan o ping-pong. Ti pi duan, ça? E lash 3 vjet dhe fillova prap. Po pra se s'u luan ping-pong. Ua, pse e le 3 vjet dhe fillova prap. Ua, pse edhe unë kam lënë. Kur isha në Katar e fillova prap. Ç'a bëre këta? Në Katar. Po nova. Po ti ke ta histori shumë ato që ka qenë kaq vite në Katar. Punoja kontabilist në Katar. Sa vite? Do 2 vjet. Si Ty ishte vjen në jetesa Katar në ke ndej ti? Ke godit me një katariotë. Po, Si janë muslimanë ata? janë. Po janë dhe shumë të shturur. Qa më fe. I shkatrove botën komplet. Historitë që kam dëgjuar aty nga njerëz që punojnë nëpër hotele Po? janë nuk e di domethënë, muaj do më kryqëzojnë pastaj. Do më kryqëzojnë muslimanët. Po? Le. Po mirë se nuk ka lidhje fe, ajo është puna e njerëzve, janë njerëzit që Janë shumë të shturur, e kupton, qoftë edhe të mbuluara ose shumë. Edhe ato të shumë. Po. po mirë mos e ore ka Po se s'ta ka njerëz që janë i po në Katar të godasën njërën no. Qa të themë në çuditë më do shikoj. godasësh. Po shiko varet, nëse kanë me detyrim perçë, nuk do të thënë që janë Shiko, besimtare. kisha do të jetë. shoqe aty që ishin vendase
Edhe ajo thoshte unë këtu e mbaj, po vajta me pushime në Holland nuk ka shanse. Po pra se e kanë me detyrim Ishin domethënë. njerëz të tjerë komplet Ishte pastaj. për shembull vendasit aty nuk lejohet të vinin në klabe, se kontrolloheshin kartat e identitetit te dera, edhe nëse kapeshin vendas brenda klubit, mbyllej klubi nga shteti. Nuk të vinin pra. Kishte ca lloj rregull, rrinin vetëm kështu në masxhid që rrinin meshkuj, që është shtëpia që kanë pjesën më madhe kishin vila, kanë një si keni ju këtë studio këtu që rrin meshkujt bashkë shoqërie, do të thonë, na ftoi një shok te kjo gjëja e tij, lloj luksi do të thonë. Të lara me ar, PlayStation 4 sa kishte dalë atëherë, do të thonë, shërbëtori që të rrinte te koka, unë këtë nuk e pranova dot asnjëherë. Të rrinte shërbëtori te koka. Siklesh me. Të mbushte çajin. Jo, shumë Sikletës. Piva çajin ja dhash e mbushi prap. E pash. E piva ja dhash e mbushi prap, u ktheva nga i shoku i thash, "Ora nuk dua më." Thuaj këtij. Më tha mua tha pije, kur t'ja japësh, tumbe gotën. E kupton edhe ikën. Nga ato sinjalet kështu, leri Luke dhe Pirun Isha kryq. mësuar unë të më rrinte njeri ashtu. Na Jo, pi si kletë, çaj, shërbëtor, me jo, shërbëtor. Po plak imagjino ti jesh me ndonjërin, edhe ke edhe këtë aty në krah. Që të mbushajnë. Edhe ka një kod të veçantë që të iki. Po si tani t'ja thuash se jeve me këtë, do të thënë ik. Hajt, ik se Të vjen me çaj, po ikën. imagjino kjo sheja kështu i thotë sill dhe buk. Po se bilavaj. Është kështu, është me kokë. Si është vërtet o? Ishte Po jo mos jetë shumë të çmendur plak ti jesh me një shërbëtor, me një majordom, çfarë? edhe nuk ishin, domethënë, nuk ishin familje, thua ti U, mbretërore pas. apo ku di unë, u bën Shtresa e mesme. e mesme o plan. Ishte shtresa e mesme. Atje Sa të pasur janë ata më plak. familje normale, makina e përditshmërisë ishin Toyota Land Cruiser të 2019-s. Të paktën 60.000 euro makina, do të thonë. Pastaj kishin këto të tjera. Këto kishin për përditshmëri. Po pas ka Tirana makina më shtrenjta se ka dalja. Nuk para, ata nuk para blejnë makina, se ne Më të fundit. blejmë shumë, ne blejmë gjermane pafund. Po. Benz, Audi. Me pra. S'kishte Maria. servis atje. Ah, merrnin vesh. japoneze më shumë. Japoneze, pastaj kush kishte lek, merrte Ferrari, merrte Lambo. lloj Corvette, Bentley, Rolls-Royce, ishin të gjitha. Po si ishte jeta aty o plak? Si e ke kalu? Shiko, ishte ndryshe. Ishte ndryshe, po është gjë që të rrit karakterialisht. Se s'kishe shumë, për shembull, do dilje me dikë që e ke qef apo ku nuk e mbaje dot përdore në publik. Se të shikonin, të fusnin dhe brenda. Po. Nuk Qofse ishte fusnin local, se- vendas. edhe Edhe turist. nga jashtë, Po, Oh. gocat nuk veshin dot, nuk atëherë nuk e di tani. Nuk tregon lëkurë. Nuk vishnin dot sipër kësaj. Poshtë saj domethënë. Do Sipër. më lart. Okej. Tu nuk të linin. Si veshin. Tut mat me metër mangën. Ishin shumë, ose po të vije ti flisje një vendase, e zën e pe të pëlqeu vajte i fole. Ajo mund të denoncojë në polici edhe nuk të pyet njeriu. Më çajn këto tani. o. Plak, të bëjnë kështu deport direkt. Kishte shumë, ama kishte një gjë të mirë, kredia në banka ishte pa interes, Si për interes. se është haram interesi në Në kulturën muslimane. Po si edhe merre 100.000 euro për të kthyer prapë Paguajnë 100.000 100.000 euro. euro. Super. Po ku fiton me banka apo në Nuk e inflacion? di, me mirëmbajtje, me nuk e di, po ishin pa interes E kredi. po ja vlen mos i veshin gratë. Ja ble perçja. Kishte shumë, no, para deri një vit para se të vija unë, kishte shumë që kishin punuar, po punove diku te 2-3 vjet atje mund të marrësh kredi 10 fishin e rrogës tënde. Domethënë nëse ti e ke rrogën $2.000 në muaj, merje $20.000 dhe kishte shumë që punuan, morën kredit edhe Ikën o. nuk kapnin më telefonin. Po të bëjnë të ndjekin ata. Po çfarë Pas- ti je në shtet tjetër, në kontinent tjetër. tjetër. Filmi Legionari me Van Damme, e mbani mend që e ndjekin ata këmbës. Po. Ashtu do të bëjnë ata, o vllak e marr 100.000 euro mo. Po Po të jo, po shitoj. Kush i falo? Ti nuk rrinin aty. Te ata vinin nga India, bënin punon, se Po kishte shumë kishte gjeni kishte ndihmë vllak shumë- jo. vllak. Kishte shumë indian, pakistanez, Bangladesh, Filipine. Kto ishin Kryesorët. kryesorët. Po Shqipërinë e njihni?
unë njofa shumë pak shqiptar sa isha atje. Ne ishim 3 veta që ikëm që këtu, edhe kishte një lokal që ishte ndërtuar te Four Seasons në Katar, në pronësi të një shqiptari, se mora vesh ku shqiptari ishte. Hoteli ishte në Jo, lokali. lokal. Po ishte anës detit me Super lokali. Super lokal. Edhe Kishte kishte shqiptar. stafi ishte shqiptar, gjithashtu. Sa lekë. Edhe nuk di pronare kush ishte. Nuk ma tha asnjëri, po. E Tirana. Po ishte shumë Po femrat ishin të bukura plak? shumë. Tallësh. Shumë. Unë aty kam parë, unë aty kam parë për të parë femra marokene, edhe plak brune me sy bojqelli nuk kisha parë ndonjëherë në jetën time. Edhe nuk kishte ca lloj speciesh që nuk e di domethënë. Po ishte edhe jetesë shumë shush dhe Ishte Hitleri. Ore ti se na fike. Që shkyrë, si që ti liri nga goja. Po dash ai ngreve kokën, zhile. Po pusho por se na bëj banë po. Edhe po duhetoj ishte tërkohës në kondicioner apo. Po. Tërkohës. Se kam qenë në Egjipt dhe e kam Pa përjetuar. i nxehti ashtu do. Plak. Po shumë e çmendur. Flije natën dhe do ta mbaj kondicionerin te 27-a. E kupton që të ishte mirë. Po. Po. Jashtë unë kur vajta ka qenë qeshor. Edhe unë nisa që këtu tranzit në Stamboll edhe arrita në Katar. Teto rrugë nuk po më çante hunda për cigare. Zbresta aeroporti edhe ora 6 e mëngjesit. E thash është ora 6 e mëngjesit, do dal jashtë, është freskët, do shijoj këtë cigare. Dal jashtë vetëm kur vjen një afshi i cep në fytyrë bla. Po, plak. Janë që po djersinin atje në cepi, thash ky është ferri o bla. Plak kur zbrita unë në në Kairo në Azuan, është fluturimi i brendshëm. Ishte 46 gradë Celsius plak dhe kur dola që u hap avioni. Po është. Plak, Tjetër nivel. çmenduri. Kam lë- S'kishte ajër më plak. Ishte edhe gjë thapo plak. Po. Shumë e çmendur si jetojnë A di kush ashtu. ka qenë në fort gjatë muajit të Ramazanit, ne dinim unë kisha zyrën në katë 8. Edhe kur doje të pije dua nuk të thoshin gjë, zbrisje poshtë, pije cigare, ngjitesh e lart, e kupton? Po gjatë Ramazanit rrugëve nuk bëhet dot asgjë. Nuk pije dot cigare, nuk haje dot se ishte Ramazan Okej, për po. të gjithë. E kupton? Edhe ti duhet ta respektoje këtë gjë. Po, Edhe normalisht. ti nuk ai. Unë dal në drek për të pirë cigare poshtë, po harrova që ishte Ramazan. Ndeza cigare po e pija ku më vin 3 security. Sir, no. Ishin indian. E thashun, qa ka e thashun? No, Ramadan më tha mua. Oho, lere, e harrova e thashun. E më tha mua, do ikësh atje, tha te ajo kabine e rojes. Futëm atje unë 40 veta. Njëra cigare. Aty s'ishte Ramadan. Vetëm jo rrugëve. E kupton, nuk duhet të shofi njeri. Po kështu vend futurist, ë, do është si Dubai, si. Janë mjeshtra të gjërave artificiale të ndërtuara. Kishte një qendër tregtare që ishte ndërtuar si Venecia. Kishte lumë në mes. Ç'a fleto? Po, lumë edhe dyqanet ishin kështu poshtë edhe të ndërtuara si ndërtesa dy kaçe që janë në Venecia. Edhe të bëni shëtitje me gondola te lumë. Të blie bluza me gondola. Imagjinoje. Ishin mjeshtra, edhe vdesin për kulturën amerikane. Për amerikan. Po Amerikan. KFC, Popeyes, ushqimit, gjitha ishin të fiksuar. Po si nuk vdes njëri për kulturën shqiptare, nuk e marr vesh. Kurse njohin. Po çfarë do ti? Zgara Çfarë? koçare. Si mund të çmendesh? Po më plak. Si mund të çmendesh për KFC o burr? Tallesh tani o burr. Janë shumë adiktive ato, Shiko, por janë çoj shumë zgarën adiktive. aty. Nuk është çështja te Po çfarë të nuk është mundi? çështja te produkti në vetvete, është çështja Qa kam parë është televizor. kulturore, është më e thellë se sa thjesht një krapule. Pastaj s'kan nevojë për qofte, ato kanë kebabin që e kanë super të mirë. Si Kanë një gjë? nevojë për qoftet tona, kanë kebabin që e kanë. Domethënë ata nuk është se nuk kanë kulturë ushqimi, thjesht i pëlqen ideja e Po jo, është marketingu KFC-s, KFC është McDonald's. në për filma apo Po, pra. kola që është në për filma, nuk është thjesht Më çoi një shok aty te një kështu që ishte kuzhinë irakene. Irak. Kuzhinë irakene, edhe ka qenë herë pa në jetën time që unë ha mish qingji. Unë nuk e ha mish në qingji. seriozisht. Fare o plak, nuk më pëlqen. Qingji, keci, unë ha vetëm viçi. Duhet të ketë diçka që të shkon me ty. Nuk e di, Po nuk e di. deri, ha deri. Më bëri ishte një lloj e bënin mish në qingjit, ishte brenda në një ene bërë nga buk me oriz brenda
mishi I qingjit edhe se qa hidhin një Erdh. jo erz, ishte një si salc, e kupton, po I jepte një lloj shije, ishte era e parë që unë kam bërë mish qingji, nuk e dija çfarë mish ishte. Më tha në fund është mish qingji, tha, çfarë thuaj kështu. Do lloj gjës. I njëjti tip ishte nga Anglia, ishte me origjinë irakene, po lindë rrit në Angli. Hipim makinë, vë të kalali shpirt të kalali çaj. Ja. Mes të Katarit edhe tha this is my jam, edhe filloi të këndonte atë. Ua. Me atë. Në Kush e këndon? Silva Gombardi. Silva Gombardi. në Jo me ratin, jo. jo Me mandin e Nishtullës. Kam bërë dhe gjyq. Për të drejtat e këngës. Se kush e ka marrë drejtë? Nuk I kanë dhënë të durat. Kishin ca Mos mos keq kuptim. Mos keq kuptime. Edhe të kalali shpirt në mes të Dohas në një GMC pick-up truck të 2019. Vdesim për pick-up truck. Po. Me zë të lartë, e kupton ti? Të kalali shpirt thoshte ai mjeshtri. Super experience. Ja, kultura shqiptare që e doja. Po. Ishte. E vërtet, ja kemi dalë dhe aty. Ishte. Po ishin racist shumë katariotët. Ishin racist me njerëz që kishin pasaport më të dobët se e tyre. Domethënë me shqiptarët. Ndaloi shqiptar, afrikan, filipinez. Po. E ndaluan këtë djalin që isha unë, po kish me pasaport angleze, e kupton? Edhe u zu me një katariot aty pozië kështu, e filloi zori pasaportën vllai, tha, të blej ty dhe shtetin tënd, tha. S'foli më. Jo, është sa incident kombëtar. Sa e fortë të blej ty dhe shtetin tënd. Se ka që fortë është pasaporta angleze. Atje paguheshin shumë. Atje edhe pagat vjen në bazë të pasaportit. Shi. Po dhe. Të njëjtën punë që bëja unë, po ta bënte dikush që kishte pasaportë angleze do merrte 3 fish roll. Si ka mundsi? A kështu ishte ligji? Unë paguesha 1.5 fishin e atyre nga Afrika. Më shumë se afrikanët to. Më shumë. Më shumë se indianët to. Po. Ja, futu më atyre pes. Po çfarë bënin afrikanët, imagjino, plaka. Dy kontinente. Me $800 në muaj, më thoshte ai mua kam bler tokën, po ndërtoj shtëpinë, po bëj instalimet elektrike Me me $800. $800 në muaj në Afrikë. Po edhe çmimët ishin shtrenjtë besoj në Katar. Shumë goxha. Normal. Sa ishin një kafe? 600 euro. Jo, shiko varet ku e pije. Nëse do pije ekspres te zona e qytetit që kështu të vinte diku te $3 ekspresi. $3 shtrenjtë. Nafta ishte me 200 $3 në aeroport. 200 lek litri. 200 lek litri, 1 rial. 200 lek litri o plek. 3 euro kafja 200. Serbator 60 litra, 12.000 lekë. Si ka mundsi? E kishin. Po e kanë Kanë aty, kanë naftë. e kanë në Çezmo, hapin Po edhe Çezmo. ne kemi naftu. Edhe kafen e kanë aty ato, pse e kanë ai shtrenjtë? Ne po. Një gjë ishte shumë kështu që e bënin ta indianët, ishte një lloj çaj, që quhej karak. Mhm. Një real bëndej. U mund të pje 20 copë në ditë si ato. Çfarë ishte? Ishte fiksus. Ishte aq gjë e mirë sa nuk e ke ide, domethënë që unë të më pëlqejnë një gjë nga indianët nuk e besoja në jetë. Po. E kupton? Ajo ishte gjëja më e mirë në botë, atë se duat vetëm në Katar vetëm që të pi një herë ashtu prapë. Që të kesh të shërbetohen që dambush. Nuk është gota. Shumë kur I shikoja Interesant, se pini interesant. shumë edhe vendas, ti shikoja vinte me Rolls Royce ai parkohet, E pinte çaj. paguante 200 lekë për të marrë një sikë çaj. Do doja edhe unë të ta përjetoja një herë të. E këto që janë kështu kultura aq të ndryshme, kultura është shumë interesante. Ja, do doja për shembull e çfarë fiksimi më një herë ri futem në një herë kërkoj për shoh për Uruguayn valla. Të po valla për fiksohem për Uruguayn. Amerikë Latine, Të jetosh aty në Uruguay në një Costa muaj. Rica janë fiksuar. Costa Rica ose Costa Rica janë plagë shumë e veçantë valla. E imagjinoj shpesh jam në një lokal anës detit në Costa Rica, e kupton? Që po pi një birë edhe ka një freskuse të cepit banaku që s'punon. Një Ja, do tek t'im njerëz gjetin. këtu edhe një puro të vogël. Po, është tamam Costa Super Rica. gjë bla. Me një kapele kështu gringo e fare. Pse beza, ku do ishte vendi jote ëndra? Na, ju si jeni interesi. Jo, Ka ma, se vendi është jote. shumë- Ne mund të imagjinojmë se nesër do zgjohem në rrugë Bardhyl brapë, domethënë nuk Të paktën imagjinatën s'mandalon S'mandalon do. dot. Ere besa, ku është vendi që do shikoje ti, do zëra,
Mbylli syt 5 sekonda, bëje këtë me publikun. Edhe hapi prapë dhe mendoj ku je. Ma direkt vendi i parë që më vjen Portugalia më vjen. Portugalia? Po. Ku doli kjo Portugalia më? Ke qenë në Islandë në Shiko, Svalbard. Islanda më pëlqen kështu si koncept, si gjë, se jam njeri dimri dhe malesh. Po ama në aq vende sa kam qenë në Portugali jam kënaqur më shumë. Po Portugalia është lart. Është shumë vend që mund të kënaqesh. Po mirë, edhe unë Edhe nga ushqimet, edhe nga atmosfera e përgjithshme dhe Po. Mirë është Portugalia. Unë do doja në një vend sholla në Bielorusi. Ua, ky. Do ta bësi Eurotripin. Kalçë tani. Po pse mo puta, po ku? do të haj Nga konserva Chernobyl. Ashtu? Minsku. Besa do shkojmë. Po ore, mund të ketë, po të pranojnë. Ore, u ky ka goditë në Katar, do godasim në Bielorusi. Unë gjaj qik si këshu. Ja, nuk e, ja. Si kështu çfarë? S'duket si arab. Duket si shqiptar. Mua më kishin frikë security, atje kur Ja, vjen ja. puna se me kujtonte se isha arab, blat. Duket si arab. Jo, po të mbash lorin kështu në. Kisha dhe mjekrën shumë të më, kisha mjekrën kaq atë. Ti dukesh pak si grek, blek. Hera pa gjë. Po jo, duket pak si kur je. Se ti mos e di si duken grek. Po si toni. Si hebre, si izraelit, Jo si Izraelit, jo. shumë izraelit. S'ka undën për të qenë Izraelit. As Po po nëse poli. kanë gjithë ato hundën, Si ne? se kanë gjithë ato hundën. Në 90%. Jo, se unda është. S'ka mas favoritët. Ska kaçurrelat. Grek është më Antonis. Remos. O Antonis. Antonis Belopoulos. Jo. E ka dhe këta në ko. Po pse o beso duket të? Jo, E gjeni duket në lushnjarë këtë duket. Njerë, më pyeti njerë. Se më pyesin, do thënë gjithmonë kështu, më thonë, kujtojnë se mos jam e huaj në një gjë dhe u futa një herë te dyqan. Edhe më pyeti kjo shitja. Ua tha nga Tirana jem tha mua, po i thash do pas do thoshte duket si mu duket si nga Çorovoda. Është gjë më e rëndë në botë. Ua, Çorovoda. Ua, Çorovoda. Ti se vetë ta arsyetonte një. se më ngjajt e tha me njërin, po iko. Jo do arsye ti më na mbrapa. Ç'ish kjo Çorovoda? Si jo Çorovoda, tallesh. Jo, ka sa çuditëre nga ato të Ke dyqaneve. njëri ina Çorovoda ti bes? Gjeni. Jo, Kam pasin gocën kjo. jo. Mua njërë më ka thënë një nga këta të kur pija cigare para vitesh, shkova një tabako shop, edhe i thash ati, ke, se di që pija atë. Edhe nga korsha e ti më tha mua. Edhe i thash, po, më dallove nga e folura, jo tha po nga që s'të kam parë ndonjëherë këtu. Si? Nga që s'të kam parë ndonjëherë këtu tha. Këtu vjen çdo njeri përveç Korçarëve. Përveç Korçarëve, ai dinte çdo njeri në botë. S'ka bif me Korçarët. Edhe ngel as ta pyesja ore si funksionon kjo gjë. Ti beso dukesh edhe pak si përmetar. Ha, ç'a ti thua kësaj tani? E kupton? Okej. Pse jo? Po dakor, po si duken përmetarët? Si Panajoti. Pa atëre duket Panajoti si përmetar. Zoti. Kam Unë duke përshtypjen- shumë shqiptarë beso. Tipik sarandez. Ti e kokë bullgare. Po ndi aty. Sarandez zona. Sa andes. Sarandezi. Ajo Çorovodës prapë një Ne lip. pra ajo është O, highlighti. Anton, let të change the subject. Qa planesh ke për të ardhmen? Qa do bësh? Qa do bësh pas ti podcasti? Ku do shkosh? Pas ti podcasti. Ua sa u bra konfuze se vjet gjatë gjithkohës duke parë ndian, edhe ndërkohë pyetja bën. Ne pra. Unë thash veç para, Janë të unë pamu? shumë. Po jemo se kthej do të kohë më shumë. Po mos pak të mos shiva. Po i shoh të dy Si mo. bën? Është me Dash shiatik. ndjen. Po jo, i shoh të dy. Kam bërë palesër fort. Për syt. Ndërkohë që ai kthen përgjigjem shef mua, e kupton? Besi shef. Jemi shumë kështu. Mbase imagjinon në vetvete si do duket zëri im te fytyra e besit. Anton, të lutem, qa planesh Qa ke planesh për të ke për të ardhmen ardhmen? pas e shpallë në publik?
që ti bën poezi dhe do godasë shumë. Pasi thëri që kam godit në Katar, imagjino çfarë. Nga gjë që do godasësh plot me dorë. Jo, do godasësh vlla. E dim që do godasësh vlla. Jo, e ardhmja nuk e di çan ban. Do bësh stand-up po. E pra atë që po thonin të makinës aty do Po të dua ta bëj një shfaqje time. Solo. Një special. Po, shumë. Po mendoj me qa fola me çunat me shumë mundësi të liceu artistik. Shumë. Thjesht duhet gjetur ajo për ta prenotuar etj. Po mendoja do e regjistrosh si po dua ta regjistroj ta edhe në YouTube që ta edhe në YouTube, super, po, shumë mirë. Kështu, edhe po mendoja javën e 2 të qershorit, po nuk e kam me siguri. Nuk e kam me siguri se do dhe pjesën e marketingut. Po, e duhet. Kur të bëhet mbar. Mos e lënë në 11 qershor të vinë neo. Jo, se jemi live aty. Jo 11 qershor. Jo 11 qershor. Edhe jo më tutje se pastaj s'kam njerëz në Tiranë. Po prandaj më pëlqen Tirana. Ore, po pse është kjo ide? Dale ta diskutojmë. Pse është ideja që pas qershorit s'ka njerëz? Po se ikin me pushime njerëzit do. Me pushime. Pushime studentët nuk janë edhe studentët. Përveç atyre që punojnë. A boshatisë të vjen fjalë. Pse është? Po vendre Tirana në verë që parkon. Duket me sylir. Ore, hypën në autobus, është autobusi bosh. Po. Ku ikën kudo për 5 minuta. Deri në shtator mua Tirana më shpif se vjen era asfalt. E ose është shumë nxehtë. Po parkon ku të duash apo. Po, e vërtetë. Në blok edhe parkoja në blok. Te juridiku që është pa dy lego. Jo, parkon në anës rrugës. Po. Gjatë vitit nuk ka shanse, në verë parkon. Po e kam vërë edhe unë, ja u zgjidh edhe ky mister. Me vetëm një gjë e mirë Tiranës në verë është i parkon. Se nuk janë as këta që lëm. Nuk janë as këta që lëm bidona 5 litrosh aty. Po, që të marrë 1000 lekë ose 2. Unë i lë 2 aty. Po leti e. Unë jam prish 3. Ky ka rritur çmimin. Po unë kam rritur çmimin. Po vjen keq valla, sa ai e ruan për mua. Për ty. Unë këtë u habita një herë me këtë me Edi Ramën që bëri këtë për zaptim i pronës publike që prishin tendat. Po këta nuk po zaptojnë pronën publike që po janë gjëra shumë. Po jo që edhe këta, po thjesht u kthyen prapë. Jo mos hoqi, ku i hoqi? Kur i hoqi më? Në blok janë, blaq. Blok janë me 3 bidona. Jo, pa i hoqi dhe pa këto parkingjet kështu i hoqi. Aq një javë. Kam pa një ditë njëri ka lënë fëmijën aty të marrë vend. E në foshin. Spotallë më. Po mirë, të paktën e ka bërë një punë. E ka bërë. La fëmijën i ku shtëpi. Ma ruaj për nesër. Çfarë ke atë? Fëmijë valla. Si fëmijë? Edhe i le 2000 lekë. O vllai, parko këtu se e ke shumë mirë. Ore merr djalin mos e la ti, po ja se isha 2 minuta këtu se amon nga një bukë e qoftë se isha. Po mirë, do ai njeriu tash. Po, s'liet fëmia të zi. Donte edhe fëmia tanda. Nëse e mbyllim të maskarat. Por. Maskarat. Toni ishte një kënaqësi shumë e veçantë që ishte me. Faleminderit që na ndodhe pranë në këtë moment. Instagram, or dal ta ndjek dhe unë asu se kam follow tonë në turbo. Po si vjen zor. Unë do të kisha bërë follow back. Jo, edhe faji, se do unë s'kam follow. Jo, dale. Kalëm faji. Reflektoni të dy. Faji është jetim. Miq. Faji nuk është jetim, ka suportoni komedin, suportoni dashurinë, suportoni artin, suportoni poezinë, suportoni edhe seksin se s'po bëni fare. Edhe bëni seks sa më sipas statistikave. Miqtë e mi. Bëni seks sa më shumë, por kujdes, përdorni mbrojtje në rast se Maldinin. Në rast se jeni me shumë partner, e dini ju miqtë e mi për këtë po flas. Çfarë po thua? Rimos na fut. Ore në qoftë se ndrojnë shumë partner seksual, përdorin mbrojtje pra. Pastaj gjithë bashkë. Ju kurva dhe ju burra kurva. Lejo njerëz. Në fundit paletë që. Nice. Mbyllë këtë bit. Maskarad. Miq, faleminderit që na ndoqët. Mos harroni t'i bëni follow Antonit. I bëret jo. Mos harroni ta bëni subscribe në YouTube, mos harroni ta bëni komente. Amo me këtë mos harroni. Amane na bëni subscribe. Nice ndroje, të lutem. A më se nga çora voda është. Do ta pushoj ja, shikoj që si ishte momenti unë si që ka ty më. Ua, që ka dark fare.
Mos harroni na bëni follow në Instagram. Prit se do ta bëjmë muzikë se po fliste Antoni. Prisni. Jo, s'është. Jo, s'do. Mos harroni ta prisni. Klasike, po. Ha. Hajde Beethoven. Jo. Vlla, unë e kam gati jo. Këngë të morgut. Jo. Na edhi vetë në gjyq. Unë e kam gati thotë po kërkon akoma. Si e ka ajo? Hajde. Pitmo, ignorante. E po, ajo muzika është recitoj në poezi. Po dhe, Anton? ja! Unë si mbaj mend. Ban mëndi. Asë vë poezia. Një që ti mund të praktikohesh sa të lidhet muzika këtu. Ore, shumë errësirësh aty më ne. Jo? Drita jam unë, ma. Ore, lere morta. Beso të bëjmë muzikë, vlla, dhe pik. Ashtu më thashtë edhe ajo mua. Miq, Sa keq. faleminderit që na ndoqët. Mos harroni na bëni subscribe në YouTube, donacione, komente, follow në Instagram, follow Antonin. Mos harroni tek Tunel Terraca në datë 11 qershor, morgu është live. Me 6 harqe. Faleminderit. Qershor mirë. Me 6 harqe. Me 6 harqe. Dhe faleminderit që na ndoqët. Ju urojmë një natë sa më të këndshme ose ditë, nuk ka rëndësi, varet kur e shihni. Po. Natën. Dhe tani pak momente mis tan. Anton Bello. Po çao do i. Do lexoj po. Me lëvizje duash.